Mirëmbrëma të gjithëve. Do të flasim sërish për situatën pas zgjedhore, ato të 11 majit, kur patëm një rezultat të thellë të fitores së Partisë Socialiste. Kemi një situatë të tillë kur socialistët festojnë, ndërkohë që opozita, të paktën ajo më e madhja, është duke e akuzuar Partinë Socialiste dhe qeverinë se ka manipuluar në mënyrë industriale rezultatin e zgjedhjeve. Cili do jetë fati i opozitës dhe si do jetë klima politike, konfigurimi i partive politike, kryesisht në opozitën shqiptare pas 11 majit, është tema e emisionit të sotëm, për cilin kam një panel me 4 të ftuar në studio dhe me lidhje direkte. Është drejtuesi i Nisma Sturja, apo vazhdoni të quheni si subjekt elektoral Nisma Shqipëria Bëhet? Si doni mund... Jo, si jeni ju e aktualisht zoti Çabani? Koalicioni ka qenë për para zgjedhor, për zgjedhjet, por ne përshojmë mundësinë për ta shtrirë këtë bashkëpunim dhe për 4 vitet e ardhshme, sepse kemi zgjedhjet e ardhshme lokale e kështu me radhë. Pra, se në përgjithësi pas zgjedhjeve marrëdhëniet mes subjekteve të ndryshme në një koalicion duket se tronditen. Unë mendoj që jemi pak. Kështu që ne duhet zgjerohemi dhe jo të paksohemi, megjithatë do e shohim. Do ta diskutojmë dhe gjatë bisedës. Gjithashtu kemi zotin Gentian Gaba, politolog, mirëmbrëma zoti Gaba. Kemi zotin Leonard Karaj, analist, jurist, mirëmbrëma. Kolegun Arber Hitaj, mirëmbrëma Arber. Dhe përmes Skype-it zotin Kreshnik Spajiu. Kreshnik, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit. Kanë filluar ta tresin rezultatin, partit humsit ta pranojnë dhe fitimtarët të projektojnë si do ta krijojnë qeverinë shtator? Mendoj që duhet të zauruar gjithë fazat e ankimimit subjekteve, përfshirë dhe ato raste ku parashikohet e drejta e vetë kandidatëve. Është mirë që përpara se të mblidhet legjislatura e radhës, të jenë konsumuar të gjithë aspektet ligjore dhe procedurale, me qëllim që debati politik të jetë qetësuar, qoftë duke i marrë në konsiderat nëse ka prova dhe në qoftë se nuk ka. Unë për një gjë jam kurioz, për hir të vërtetës. Në Shqipëri ka 5200 qendra votimi, ku në çdo qendër votimi ka afro 7 komisioner, prej të cilëve 3 janë të opozitës. Që do të thotë opozita ka afro 20.000 komisioner, përfshirë dhe këto KZAZ, apo numërus në total, dhe nuk kam parë prej 3 javësh një komisioner i cili ka qenë dhe ka detyrimin ligjor për të vëzhguar ligjshmërinë e procesit votimit, të dalin në një televizion, një nga këta 20.000, dhe të nxjerrë një provë për manipulimin e votave. Dhe kjo do të ishte shumë e vlefshme. E para nuk e kanë bërë në flagrancë, pra flitet shumë për atë trenin bulgar, ku fleta mund të jetë marrë dhe të jetë ndruar, por detyrimin nuk e ka as media, detyrimin nuk e ka as Spaku, i cili nuk ka 5.000 prokurorë që t'i ndajnë për qendra votimi, po e kanë ata komisionerë që t'jenë mbrojtësit e votës lirë, e votës fshet, e votës qytetarë. Ti thua Don që nëse ka pasur shkelje, nuk ka prova për trenin bulgar, por ndërkohë në qarkun e Elbasanit pam diku në një fshat të Peqinit 10 flet votimi. Ato 10 flet votimi nuk ishin flet votimi, ishin flet reklame. Domethënë me ato fletat me lustër që bëheshin reklame. Unë flas komisioner i cili të kapte në flagrancë, njoftonte policinë dhe prokurorinë në qendrën e votimit. Po ishte një kandidat ai që e kapi, zoti Himçi. Po mirë, pra, sipas unë flas çfarë kam lexuar.
sipas gjithë mediave është relatuar që ti ato thua fletë votimi... ato të autoriteteve zyrtare, por po të njëjtat autoritete zyrtare, në po të njëjtin qark, 4 vjet më parë thanë ndonë që në makinën e simpatizantëve të Partisë Socialiste nuk u gjetën materiale zgjedhore, por gjatë procesit gjyqësor, aty u vërtetua se aty kishte fletë votimi, kishte karta identiteti, kishte para, materiale tjera zgjedhore. Pra, kemi të dyja palët. Se opozita pretendon donë që edhe autoritetet shtetërore janë palë me partinë në pushtet. Po kjo është shumë pozitive nëse vërtet një komisioner ka mundur që të kap në flagrancë disa fletë votimi, nëse është si qëlloni ju. Nëse është si qëton autoritetet zyrtare, policia, prokuroria e tjerë, atëherë është gjë tjetër. Unë do doja të ishte që komisioneri vërtet kishte prova dhe fakte për të hedhur dritë, sepse i gjithë ky debat, po bëhet një debat shumë i shterp, por që ata të cilët kanë detyrimin, pra dalim ne jurist, avokat, gazetar, analist, politikan, deputet që debatojnë, ndërsa rojet, ata të cilët duhet jenë mbrojtësit dhe avokatët e votës së lirë, ata nuk kanë dalë në asnjë media, as në lajme, as në debate, të dalin dhe debatojnë dhe të thonë ku i kanë konstatuar këto vjedhje, ku i kanë konstatuar këto shkelje. Unë uroj që të bëhet, se mos keq kuptohemi, por sepse gjithë ky debati bëhet pastaj pa baza, është shumë teorik. Hym pastaj në biseda konspirative. Do t'ishte e udhës që këta 20.000 komisioner të opozitës, të cilët kanë, se po të që ashtu, kishin bërë numërime elektronik në mëlla. Se i hym kësa historie. Pra opozita refuzoi votimin, numërimin elektronik, se tha unë ka më shumë besim të muskujt e komisionerve. Opozita pretendon që vota është tjetërsuar pa shkuar në kuti. Është blerë në mënyrë, gjithnjë sipas pretendimeve të saj, është blerë në mënyrë masive, është përdorur administrata shtetërore. Plotësisht dakord, po është mirë që 20 persona, 20 vota, nuk po themi 320.000. Nga 320.000, le të marrim 0.001% që është 32 vota. Ti nxjerrin 32 votues që kanë marrë para. Se nuk flitet kështu u blen votat. Po dakord me të gjithë e dim që vota ka 35 vjet tjetërsohet, por nëse duam që ligjërisht procesi i zgjedhjeve të rishikohet, të riparohet, se po të vazhdojmë me këtë histori do shkojmë dhe mbas 4 vjetësh, edhe mbas 4 vjetësh prapë s'do kemi fakte, prapë këta do blejnë votat, prapë s'do kemi kapjen flagrancë, prapë do themi që çdo bëjmë 4 vitet e tjera, kështu do vazhdoj kjo histori, domethënë nuk di se jemi futur në një debat shumë teorik dhe që ata që kanë detyrimin, prokuroria 1, policia 2, komisionerët 3, nuk janë asgjë kundi për ta debatuar këtë pjesë. Okej. Zoti Shabani, për ju procesi si ishte? Shiko. Para zgjedhjeve Sali Berisha thoshte që nuk ka zgjedhje me Edi Ramën. Sepse do i vjedhë, do i bëj. Tani vërtetoi që nuk ka zgjedhje. Pyetja është kush është perspektiva? Për çfarë ndodhi në 2027, çfarë ndodhi në 2029? Te këtu ka një ndarje midis opozitës vjetër dhe opozitës re. Në botë kuptim. Opozita vjetër thotë nuk ka shpresë. Ky vend nuk ndryshon. Edi Rama pra duhet parë problemi tek opozita. Problemi është tek opozita. Pse? Problemi nisim njërë tek qeveria, ka tjetërsuar vullnetin e qytetarëve apo jo? Ju e nisën analizën me opozitën, prandaj, por këtu ka 2 fajtorë. Pra ka fajtorë për keq qeverisje në Edi Rama, dhe është vetëm Edi Rama. Pra nëse Shqipëria është këtu ku është sot, është për shkak të Edi Ramës. Sepse ai po qeveris, ka 12 vjet që qeveris, ka 12 vjet që abuzon, ne kemi çuar 6 dosje në SPAK, kanë vjet lekë të ilaçeve, lekë të librave, lekë të rrugëve. Për këtë është fajtor vetëm Edi Rama. Mbaroi kjo. Për gjendjen ku është opozita, që nuk arrin dot që gjeneroj shpresë, të mbrojë votat e veta, t'i thotë shqiptarëve t'i nxjerrë për të votuar, është fajtor opozita dhe këtu unë besoj vetëm Sali Berisha.
Po dhe ju, do në paktën Sali Berisha i mori 50.000 mandate, ndërsa ju partitë e reja të gjithë bashkë morët vetëm 4 mandate. 120.000 vota, morëm ne, Sali Berisha ka humbur 220.000 vota. Pra ndërkohë që Sali Berisha po bie, në 4 vite ka rënë 220.000 vota, ne kemi shkuar nga 10.000 në 120.000. Unë besoj që këtu ka një zhvillim të jashtëzakonshëm për sa i përket opozitave alternativave të reja. Por ta analizojmë së jashtëmi. Pra thelbi këtu është që a ka shpresë që Shqipëria mund ndryshojë? Dhe unë them që po. Dhe shpresa është tek ata 100.000 njerëzit të cilët në 2021 votuan për opozitën, kësa radhe nuk votuan më. Dhe kjo besoj na është një shqethirje për gjithë ne që të reflektojmë. Ç'a mund të bëjmë më shumë për të nxjerrë të votojnë ata njerëz? Sepse ata kanë humbur besimin që gjërat mund ndryshojnë. Dhe Edi Rama vazhdon të jetë pakicë shoqëri. Ju thatë që është rritur, u diskutua edhe nga zoti Sfahiu. Nuk është rritur Edi Rama, ka rënë 34.000 vota në Shqipëri. Pra ka marrë 34.000 vota më pak se sa që ka marrë në 2021, dhe ka marrë 9 mandate plus. Këto 9 mandate, keni dhënë dhe ju një dorë që ja keni hequr opozitës dhe i ka marrë Rama? Nuk mund të heqim opozitës se ne jemi në opozitë. Dakor? Tani analiza se ne i prishim punë PD-s apo PD-ja na prish punë neve, vlen nga dy anët. Pra ato mandate që ka marrë PD-ja na e ka marrë ne. Se po mos ishte PD-ja do i kishim marrë ne të gjitha. Tani me këtë logjik fëminore, do të unë besoj mund ta thotë Flamur Noka, po çdo njeri që e kalu fillore nuk e bën mos analizë. Thelbi është këtu. Arsyeja pse Edi Rama është 9 mandate plus është sepse 100.000 njerëz që në 2021 besonin që opozita nuk kanë besuar më. Dhe ky është dështim për gjithë ne, sepse duhet i kishim çuar të votonim. Ama 120.000 e kemi çuar të votonim. Po të mos ishim ne. Dhe kur them ne janë forcat e reja, edhe ata 120.000 do rinin në shtëpi. Dhe rezultati ishte dhe më i thellë. Do ishte siç ka qenë në 2019, ku Rama me të njëjtën numër votash mori 95% vendeve. Pra, Rama do t'i nxjerrit vetët me votu, me 1.000 skema, edhe një pjesë e cilave është e vërtetë që thot Berisha. Administratën publike, pjesa më e madhe e administratës publike, ne paguaj me taksat tona, po ndërkohë punojmë për PS-n. Edhe nëse si blen votat, blerje është kjo. Me patronazhista, me grupe kriminale, me të gjitha, nxjerr 730-760.000 njerëz në Shqipëri. Ndërkohë në Shqipëri jetojnë 2 milion njerëz. Ju vetë keni bërë një analizë përse morët vetëm një mandat? Shqiptarë neve na dhanë 64.000 vota, të cilat në Vlorë kanë prodhuar 9 mandate për PS-n. Pra PS-ja me 64.000 vota ka marrë 9 mandate. Ne me 64.000 vota kemi një mandat. Pse ka ndodhur kjo? Është sepse votuesët tani është shpërndarë në të gjithë Shqipërinë, nuk janë të përqendruar në një zonë zgjedhore dhe sistemi zgjedhor që ne kemi e fragmentizon votën në mënyrë që ti japi një avantazh Edi Ramës, në këtë radhë i ka dhënë gati 9 mandate përtej asaj që kanë dhënë votuesët. Ky është dëm i madh. Pra arsyeja kryesore pse kemi vetëm një mandat është sistemi zgjedhor, cilën ne e kemi dërëncuar në gjykatë kushtetuese, në parlament, me nisma në terren. Çfarë do bëjmë më tepër se kaq? Është një sistem që e ka dizenjuar Sali Berisha me Edi Ramën në 2008 dhe e rikonfirmuan vjet në 2024. A mund të kishim bërë më shumë? Padyshim që mund të bëjmë më shumë. A mund të kishim evituar disa gabime për plasje, padyshim që po. Kjo është pjesa jonë pasaj reflektime. Qartë. Gaba, një vlerësim për procesin? Free and fair, ishte i lirë dhe i ndershëm? Nuk ka, prej 2015-ës nuk ka proces në cilin kryeministri nuk zgjat dorën e tij mbi zgjedhjet. Është një deformim që ka, është të provuar tashmë, nuk është diçka që ne e hamencojmë në për studio. Për shembull, në 2021 ne kemi Kreshniku tha që nuk ka prova. Është spaku. Spaku, për në 2021 në ty të ka rënë lista e Durrësit. Ke sot në burg Jurgis Qyrben, që kishte marrë një qere me vota që shkuan të PS-ja, ke në burg Kokën, që u përdor për aferën e inceneratorëve, dhe pasaj ato vota me ato paraj që kishte grumbulluar, ka bërë vota për PS-n, edhe ke një grup njerëzish që janë të afiluar me krimin organizuar, që punojnë për këtë punë, janë dëshmi e zeza mbi të bardhë në letrat të prokurorisë. Po jo vetëm kaq, ne kemi faktet thotë zoti Sfahiu. Më fakt se kaq, do të thotë tani jemi në kuadrin e amundësimeve. Është recidivist zoti Rama. Edhe po të shohim edhe pjesën e manipulimit të votave me shifra konkrete, temu 800.000 pensionistë. Një person që qeveris vendin prej 12 vitesh nuk arrin të rritë pensionet në masën e duhur që të jetoj me dignitet të njerëz, ndërkohë që para për shpenzime që shkojnë kryesisht me korrupsion ka,
nuk ka arritur në atë mas që ka nevojë. Po çfarë bën? Para zgjedhjeve shpërndan zarfet. Edhe kjo është një ndërhyrje në zgjedhje. Sepse në qoftë se ti ke dhe mësuri për pensionistët që u rrit pensionin, nuk ju e bonuse që të kujtojnë ata para zgjedhjeve që ne kemi dhe këtë gjë në dorë për ju. Pra, ka një rrethim të zgjedhjeve, është permanent me administratë, se i them, edhe më duket sikur do bëhemi redundant me këtë akuzën tonë, por është fakt kjo. Raporti OSBE-s thotë që zgjedhjet ishin pa barabarta, dhe është fakt. Nuk e them unë, e thotë OSBE-ja. Në 2021 thoshte po të njëjtin gjë që shteti ishte shkrirë me partinë. Është fakt. Nuk janë amendësime. Ka thirrje të vazhdueshme nga aktorë të pavarur për sa i përket krimeve zgjedhore. Nuk janë partitë opozitare ose aktorët opozitar që ngrën këtë. Dhe ky është fakt. Problemi pastaj është si të tejkalojmë ne këtë ngërç. Kemi në dorë mjetet, i kemi pas në dorë mjetet. Ju më prezantuar si politolog, por unë kam një afiliacion politik. Dhe ne kemi dorëzuar në kuvend kur kishim mundësinë ndryshime që përmirësonin procesin zgjedhor, që u flakën nga zoti Rama me bashkëpunim me zotin Berisha, sepse nuk interesonte, sepse kanë ujdinë e vjetër. Unë nuk dua që këtu të ngjaj si një këngë qarje për çfarë kanë bërë ata të dy kundër ne të tjerëve të gjorët. Por këto janë gjëra që janë në sytë e publikut dhe pavarësisht lëndimit që mund të ketë populli opozitar në këtë moment, sepse ti vendosësh këtë retorik që Berisha kështu, Berisha ashtu, ndërkohë që ata presin ndryshimin dhe kalcifikojnë ato ndjesitë e tyre politike, rrezikojmë që të mos arrim të reflektojmë mjaftueshëm, sepse çfarë ndodh? Ndodh që duke sulmuar vetëm opozitën në këtë moment, ose duke e kthyer gjithë debatin të opozita, ne në një farë mënyre i japim frymarrje zotit Rama, i cili nuk ka nevojë për frymarrje drejshemore, sepse janë 83 mandate. 83 mandate është një rrezik për demokracinë në çdo vend të botës, veçanti në vendet si ky yni që ka një demokraci hibride. Kështu që është e rëndësishme që kjo polifoni opozitare të shkojë në drejtim të zotit Rama, për sa i përket presionin që duhet bërë, sepse është ai që ka në dorë edhe ndërhyrjet që ne duhet të adresojmë në kohë zgjedhore, që të mos përsëriten më këto drejt gjëra, përdorimi i administratës, penetrimi i parave të pista në zgjedhje, sepse po pse këmbgulin të sistemi, se jo vetëm ju, po dhe gjithë opozitarët e tjerë thonë sistemi është i pabarabartë, sistemi i pabarabartë, sistemi që favorizon partinë që është në pushtet. Me këtë sistem proporcional, rajonal, erdhi në 2013 në Rama. Po nuk ishte, loja ishte ndryshe atëherë. Loja ishte pas pakun. Po koalicionit ishte atëherë? Jo, përveç asaj. Po loja ishte edhe pas pakun. Që do thotë, ka një ujdi të vjetër në politikën shqiptare që është një rotacion i dakordsuar, u lodhët ju vim ne. Në momentin që u krijuan institucionet e reja të drejtësisë, ky ikja nuk ishte aq e palëndimth. Pra kishte pasoja, të kërkohet llogari tani. Dhe është arsyeja pse zoti Rama është kapur me kthetra pas karrigës vet, sepse e di që nëse Berisha në atë moshë mund të mos shkojë në burg, zoti Rama ka mjaft vite përpara dhe ka shumë gjëra për të cilat duhet të jap llogari, sepse nëse kryeministri është në krye të një qeverie që një pjesë të mirë të kampionëve të saj i ka në burg, do thotë që ose është i paaft, pra duhet largohet, ose është bashkëfajtor me ta. Dhe në të dyja rastet, edhe nëse është i paaft, edhe nëse është bashkëfajtor, ai nuk mund të qëndrojë më. Por këto mjetet që janë me xhelisin e politikës, pra përdorimi i administratës, lidhjet me krimin që janë të pamohueshme, nëse s'na besoni ne, besoni raportet ndërkombëtare, nëse s'besoni raportet ndërkombëtare të hetimit e Spakut, apo çfarë raporton kreu i Spakut, thotë policia është e lidhur me krimin, kemi aktorë të politikës të lidhur me krimin që janë prapa ekurave tani. Dhe për të thyer të rreth vicioz duhet që përgjigjes fillimisht të mbajmë zotin Rama. Sa për zotin Berisha, ka nevojë për një egzorcizëm zoti Rama të shkëputet ai nga zoti Berisha, sepse mban aty si talizman, pa të cilin nuk fiton dot, sepse është një pyk në radhët e opozitës për ta treguar si gogol që të mos të kalojë vetë. Ju thoni që duhet të vëmendja e opinionit publik, e analistëve, studiove televizive duhet përqendruar tek qeveria. Por ndërkohë ju përsërisin të njëjtën narrativ që fajin e ka Saliu. Jo. Unë them do ishte hipokrite kjo nëse unë do bëj analizën duke thënë që zoti Rama është fajtor për gjitha këto gjëra, por nuk mund të shmang faktin që zoti Berisha është bashkëfajtor me të, sepse në 2021 tha që ne kishim humbu zgjedhjet.
Ndërkohë që ne kishim një diferencë shumë të vogël krahasuar me të në këto zgjedhje. Me të njëjtin ekip, se ka ndryshuar vetëm zoti Berisha, zoti Basha nuk ishte më në krye të PD-s, është zoti Berisha me të njëjtin ekip. Tha primare, tha sovranizëm, tha që do bëjmë protesta që të ta krejmë. Mirë, të vim të rezultati. Juve jeni një sekond, të marrojnë dhe këta zotrin dhe pasaj të arime. Ka lidhje direkt me këtë, pasaj do harrohet si diskutim, që ta bëjmë më koherent. Shiko, është përmundur shpesh këtë teza, që mos merremi me opozitën, se do merremi vetëm me Ramën. Ore, nëse ty të bie një smundje, padyshim që ty të shqetëson smundja, po do merresh me doktorin. Nëse ti të del një kriminal në rrugë, po do merresh me policin. Po ky polici çfarë bën? Për çfarë paguajnë policin? Tani, arsye pse merremi me Berishën, nuk është se çka ka bërë kur ai që në pushtet. Po të merrem me atë, po, pse do merrem se ka ndodhur para 13 vjetësh. Ne u merrem çfarë bën tani? Ky është kandidati për kryeministër, 81 vjeç, ka rënë në 30%, nuk ikën, do të ri prap, do ta zë me thonj. Po padyshim që do merrem edhe me të, sepse pa reformuar atë ti nuk merresh dot as me palën për ballë. Dhe për të kthyer te sistemi, në këtë sistem që kemi ngritur, instrumentat ligjor, ekonomik, mediatik kontrollohen në dy burime, apo jo? Janë dy këmbë që mbajnë këtë arkun tonë politik. Zoti Gaba, por juve jeni në një linjë me zotin Basha, apo jo? 100% po. Tani si shpjegohet ai rezultat, ai debakl, ai disfatet i donjë as nuk arriti parlament. Sigurisht ka arsyet tona, ka arsyet jashtme, por sigurisht ne jemi një proces analize dhe reflektimi, por të themi të drejtë. Çfarë nuk shkoi? Çfarë nuk shkoi? Ka shumë probleme. Problemi i parë është duke nisë na vetja, që dolëm shumë vonë në zgjedhje për shkak të kohës që humbëm për formësimin e koalicion eventuale, regjistrimi u bë shumë vonë dhe futja një emërtimi të ri në treg ka pasojat e veta, sepse ndihma mediatike ishte pak, reporti ka qenë pak të atishu që na ka transmetuar. Dhe pastaj një lufta e vazhdueshme që ka qenë për të na përçar, linçuar, sepse ka qenë sport kombëtar, 3 vite kemi tradhtuar, i shitëm zgjedhjet, nuk ishte demokracie, gjithë fajtorët ai, rublat ruse, kasete Krushës, u pikturua Basha si gogol, u anatemua gjëre gjatë, për njëta gjëra që asot nuk mbajnë përgjegjës zotin Berisha, sepse nuk ka prodhuar asgjë, veç se ka prishur një shtëpi për të bërë një kasole. Edhe kjo është, në qoftë se është metafora e këtyre 4 viteve, është për hallin e tij, prishi një shtëpi dhe bëri kasole. Sigurisht ne kemi përgjegjësitë tona 100% për çfarë ka ndodhur. Por ne jam i bindur që ishim nga ana e dur e kërkesës për reformim, sepse për çfarë po e bën zoti prishi një shtëpi, po atë shtëpi e kishte të falur zoti Basha. Jo. Tani kjo është narrativa që është ndërtuar për të, por unë për shembull, unë nuk është se më ka futur njëri në PD sepse duke thënë që kjo këtu është shtëpia e filanit, e zotit Berisha. E ka ai si pronë ti. E mori prapaj edhe i doli. Me ndihmën e Ramës. Pse me ndihmën e Ramës? Sepse ishte... Edhe me ndihmën e shqiptarve. Jo. Sa vota mori subjekti juaj, sa vota mori zoti Berisha. Krahasimi leadershipit politik bëhet mbi sakrificat, mbi vendimet e duhura që merr dhe krahasimi në ti e bën zgjedhje për zgjedhje, me të njëjtin potencial infrastrukturor dhe siguri që të jep pjesëmarrja në zgjedhje me atë parti, ne kemi dalë me minus 30.000 vota në 2020. Zotëria ka një grop më të madhe se ajo Ajdin Sejdis. Edhe kush ja shiti, nëse ne kishim shit zgjedhje në 2021, këtij zotëris kush ja shiti zgjedhjet këtë radhë? Kush është fajtor për këtë? E heqim neto gabimet e 2021 që kemi bërë, heqim dhe masakrën zgjedhore ose problematikat me zgjedhjet që kemi pas në 2021. Tani, ky zotëri do mbaj përgjegjësi për në gjë, do ju kërkoj ndjes demokratëve, se u tha o zotëri, u tha Ilir, do demokratizojmë partinë primare. Ata të primareve i mori nga të parti futin fund. Do jemi parti sovraniste, tha. Nuk pyesim për Amerikën. Pagoj $6 milion për çfarë? Që të bëj një lajm që ai mund të udhëtonte, që ishte një lajm rutinë, e spim para zgjedhjeve. Edhe për çfarë? Për gjëra që ne i kishim gratis. Për çfarë luftuam ne? Që të kishte një reformim të PD-s, të kishte një marrëdhënie të mirë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjëra që i kishim gjatë dhe këta për të prishur atë shtëpi dhe ndërtuar këtë kasole, i bën vetëm kishte këtu interesin e vet. Tani, Ilir, më duket sikur
Po themi gjatë gjithë kohës ujku dhe çakalli bën kërdin. Tani kush është ujku dhe kush është çakalli? Tani çakalli bie tjetër Rama në rasti konkret. Se nëse neve do cytin të gjithë debatin publik vetëm tek opozita që ka 1001 mëkate, po unë kam përshtypjen domethënë që më së pari do të marrim me shkakun, pastaj me pasojën. Po futem direkt tek fusha, le të themi. Pra, s'mund të ketë pasojë pa një lloj shkaku. Dhe shkaku në rastin konkret është ai që ka qenë i zoti shtëpisë, në sensin figurativ. Pra, qeverisja që ka pas për detyrë që shqiptarëve t'ju prodhonte një palë zgjedhje sa më pak të kontestueshme, se perfekte unë nuk besoj se ka, përveç se në vende me demokraci shumë të lartë si Danimark apo Finland apo këtë. Në Shqipëri ne nuk mund ta përdorim një gjë të tillë, por ama që të shkojmë prapë tek ideja e raportit të Osobeu Dirit, që na thotë të njëjtën gjë që na ka thënë 2013-ën, 2017-ën, 2021-ën dhe në 2025-ën, zgjedhjet pa barabarta, tani ose ata po tallen me ne, ose ne jemi të pahaf totalisht, e kam fjalën për qeverisje, për të prodhuar këtu një palë zgjedhje ashtu si kundër duhet. Tani për të ardhur te çështja. Këtu problemi më i madh që do t'i bjem në kokë, nëse do duhet të kapem me shkakun, qëndron data 3 korrik i vitit 2024, kur dy palët 26. Jo, 2024 kur dy palët prodhuan atë kodin e arnuar të votimit, kodin zgjedhor, i cili për mendimin tim, po të kishte qenë ashtu siç ishte në 2021-shin, kishte më sens se sa ashtu siç u bën në 2024-ën, për 2025-ën, sepse minimalisht i lirë nga njëshi deri te 37 ose deri te 36 kur ishte 2021, kishte garë brenda për brenda. Pra, 12 të para, siç ndodhi tani, nuk shkonin me pushime. Dhe punonin vetëm ata që ishin lista të hapura. Aso kohë të paktën 2021 ishte kod i keq, totalisht i keq. Po jo më i keq se ky. Dhe ky kod i keq prodhoi pastaj 9 deri në 10 mandate Edi Ramës gati me një lloj primi të fshehur, themun. Pra atë primin që ja kërkonte, le të themi Bashës. Nuk ja kërkonte, jo, se kjo ishte spekulimi që ndërtoi pse doni të hiqnin PD-n që përfaqësoi nga Lena Kos, por duke thënë që këta do t'i japin primin, po bëjmë marrëveshje. Atëherë ju dha Rama, votuan amnistinë e Ramës. Narrativa thashë. Po mirë, narrativa pra. Fiks kjo. Ky është momenti për të thënë të vërtetën apo jo? Po dakor, pra ata disha dalë aty. Ata tha jo, duam ta bëjmë ne këtë gjë. Se ne kishim, edhe ti e di shumë mirë, ne kishim prezantuar një paketë shumë të larmishme aty. Po kjo ishte ideja. E pra, po ata e pra, këtu duhet të thënë e vërtetë. E pra, atëherë pazari ishte i tillë. Nuk u pranua, po e them banal fare. Nuk u pranua nga ana juaj, sepse ndoshta ju ishit më idealistët, në sensi për të prodhuar një kod zgjedhor të mirë, se nuk po them perfekt, dhe ai nuk e dua me ju, po e bëj me atë tjetrin. Dhe ai historia e pazarit, po them, edhe mund të ekzistojë, unë kam thënë edhe në studio të tjera. Shikoni, 3 korriku për mendimin tim ka qenë pararendës i vulës së 10 qershorit. Pra po t'jap vulën dhe ti do më firmosësh mandatin e 4. Ishte një lloj loje në të cilën të dy palët janë bërë pis. Problemi qëndron në faktin domethënë që neve nuk merremi fare me Edi Ramën. Ne nuk merremi fare me idenë që ky zotëria ka shkelur kodin zgjedhor. Se ti nuk mundesh të falësh. Sali Berishën thua. Po dakor, pra, jo, ti nuk mund të falësh 2 ditë përpara zgjedhjeve një mori gjobash, të cilat ishin që prej vitit 2014-2015. Dhe ajo që më bën çudi mua këtu është që SPAK-u, të cilin ne e lavdërojmë gjatë gjithë kohës, apo KQZ-ja në rastin konkret, nuk ka marrë qoftë një nisëm të vetme ligjore, se kjo është për këtë të presim, ne kemi kallëzuar në SPAK. Dakor, po unë po flas për çështjet domosdoshmë reale tani. Kur në thresin prapë li pas një muaji le ta bëjnë ata, po unë po flas për ti je jurist për shembull, se dhe ky normalizimi i debatit është shumë i nevojshëm, se ne themi SPAK-u të veproj tani, ta arrestoj tani. Ne duam shtet ligjor, jo një shtet ku vjet kapuçi e flakët brenda ai tjetrit. Duhet që të hecojë, të ketë një tip serioz. Ta thani një gjë. SPAK-u ngriti një strukturë për para zgjedhjeve, e cila ishte në teorinë policeske, që do të thotë duan do parandaloj që të ndodhin vjedhja e zgjedhjeve. Sepse SPAK-u në vetvete organ hetues është, ka bërë dje hetim, sot do bëj hetim, pas 100 vjetësh hetim do bëj. Nuk e ndalon njëri SPAK-un të bëj hetime. Problemi është që ai paktën pritej që të demotivonte ata që Po, pra këtu dua dal. Po i ka demotivuar apo jo? Kjo pra, për këtë po të them dhe unë. Përse? Sepse nuk arriti dot që realisht bënda trupën policeske, qoftë për t'i futur frikën atyre të cilit jam mësuar duke vjedhur, shantazhuar, bërë presion, sepse ti e pesë që ndodhi dhe në Elbasan dhe në Durrës, në rastin konkret me vota, po dhe gjetë. E dyta, sepse nuk pati gjë në flagrancë. Kur je trup policeske, si kur u proklamua SPAK-u në rastin konkret, po them, ti duhet kapje 1, 2, 3, 10, 20, 50 në flagrancë.
Dhe ai ligji që po të them unë është flagrancë, gjendje flagrance. Nëse ti nuk e ndërmerr atë në atë moment, në atë çast, atëherë për mua ti jetoj edhe 200 vjet tjera o zotëri. Edi Rama i mori zgjedhjet. Pra në 2021 ti the për Çyrbjen në Durrës apo jo? Dakor mo? Doli ky që zotëria që kishte marr votat ashtu siç i kishte marr. Mandati i Jurgis Çyrbjes mos i ku gjë i shkoi te PD-ja, PS e mbajti prap. Edhe mandatin që prodhoi Lefter Koka, PS e mbajti prap. Pra prandaj po ishim te ideja domethënë do ta parandalojmë këtë gjakderdhje elektorale po apo jo. Dhe në këtë mes unë mendoj domethënë që Spaku nuk arriti do ta bëj. Do ta bëj. Do të çoj njerëz se thot kam 100 kusur hetime çështje, mund t'i bëjmë ose s'është kjo. Problemi është që për 4 vitet e ardhshme Edi Rama kanë shqiptarët kurris. Kjo është historia për cilën po flas. Pjesa tjetër e opozitarizmit, unë nuk jam dakord me këtë idenë domethënë që jo për të ardhur në ndihmë Shabani sa i s'ka nevojë për këtë. Po unë jam gjithmonë i idesë domethënë që këtu sa më shumë forca të reja të ketë aq më mirë është. Dhe kjo vjen dhe në ADN-n e shqiptarit mendoj unë. Shqiptarët asnjëherë gjithë këta gjithologët që thonë Shqipëria do të ketë me patjetër 2 forca, të majtë dhe të djathtë, siç është Amerika, për vendimin tim kanë shumë gabuar. Se që në kohën e Hamit Zokut ne kemi qenë 800.000 mbretër, jo një mbretër me 800.000 shqiptarë. Pra, divergjenca ose diversifikimi në Shqipëri ka qenë gjithmonë. Nuk na vjen problemi nga forcat e reja. Ne na vjen problemi nga fakti domethënë që një forcë e re si puna e Nisma Thurje me Lapajn marrin 64.000 vota dhe prodhojnë një mandat. Ti duhet të rregullosh kodin zgjedhor, që dhe ato 20.000 vota që mori Euroatlantikët ta kenë mundësinë që ta prodhojnë 1 apo 2 mandate në rang kombëtar. Kjo është demokraci. Po nuk është demokraci që ti lësh ne 83 vota, 83 mandate atij që i ka gjysmën e qeverisë në burg, edhe 50 mandate këtij që më thënë që i ka marrë me tapi pozicionin e kryetarit të opozitës dhe nuk e lëshoi thot për te vetëm kur të marrin. Pse i paragjykoni, më i votojnë shqiptarët. Këtë si kryeministër me 83, këtë si shef opozite me 50 mandate. Ta kthejnë përgjigje. Po. Tu po të bëhet për ditë zgjedhje me këtë kohë zgjedhor këta 2 ke. Çdo ditë. Nëse do ta shikosh në këtë aspekt. Po paramentu, ama them, po pyet, me këtë kod zgjedhor. Proporcional është edhe në Kosovë. Por jo është kombëtar. Është proporcional kombëtar. Ne kemi marrë një hibrid të proporcionalit spanjoll dhe atij angles dhe kemi munduar që të krijojmë një alla shqiptar që i them unë. Se dhe në Angli i lirë ti ke laburistët që kanë marrë 33% të votave dhe kanë 65% të dhomës komunave. Por je në Angli. Jo, po është mazhoritar, tjetër sistem. Po tjetër sistem. Ata kanë, a mund të them vetëm një gjë shumë shkurt për të lidhje me atë që po thonim. Ka dy modele. Është modeli britanik, i sistemi mazhoritar ku partia nuk ka disiplinë brendshme. Rrinë konservatorët, po ndryshojnë, kanë ndryshuar 6 kryeministra, ata ik njëri vjen tjetri, ik njëri vjen tjetri. Ndërkohë ke modele pasaj gjerman ku ikin ose pas skandaleve, ikin ose kur mbas zgjedhjeve. Po janë qeveri pse ja atje në Britani nuk ikin pas skandaleve, ikin sepse u mbet mazhoranca brenda partisë, pa partia s'ka disiplinë. Ose modeli gjerman që partia ka disiplinë. Boris Johnson pas një skandali iku. Mimi, dakord. Do që theu rregullat e Covidit. Po dakord, po iku Johnson, iku Rishi Sunak, iku Theresa May, iku shumë kanë ikur këto 10 vite. 6 kryeministra. Tani, ke dhe modelin gjerman ose italian, ku kryetari i partisë ka disiplinë brendshme partijake, po parlamenti është pluralist. Vetëm Shqipëri që ndodh që s'ka demokraci as brenda partisë, as brenda parlamentit dhe ndërkohë kush del jashtë, është jashtë mureve të kala, se këta kanë ngriti kala, që ndërkohë që është sistem proporcional, prodhon rezultate si me qenë mazhoritar. Nuk do të bësh anomali. Po më që se kanë marrë 140.000 vota forcat e reja? Sa deputet kanë? 4? 4. Okej. A është normale që 140.000 shqiptar të kenë përfaqësim vetëm nga 4 deputet? Ose a do ishte normale që të bënin koalicion me njëra tjetrën ose të përqendroheshin në ato qarqe ku mundet ti do i të me logjikën të nxirrnin deputet në kushtetutën e Shqipërisë se ke vota sepse një mandat ja kanë hequr opozitës në don që ta bëjnë debat. Ne kemi hequr opozitës, më çfarë thot opozita? Opozitën me jemi edhe ne. Si e kemi hequr opozitës? Ja kemi marrë PD-s. Pra i kemi thënë votuesve ton që dilni votoni për ne mos votues PD-ja. Po nuk është në Fier, në Vlorë, do ta dish. Në Elbasan, në Korçë. Atëherë do ta dish, PD-ja ka marrë 4 mandate për te asaj që kanë dhënë votuesët. 4. Pra, po të kishte sistem proporcional kombëtar, PD-ja do kishte 4 mandate më pak se çka marr. Kështu që për hir vërtetës na ka marrë PD-ja ne. Por nuk është ky thelbi i demokracisë. Thelbi i demokracisë është ai njeriu
që në flet votimi ka pas Edi Ramën dhe Sali Berishën, na ka pas edhe ne. Po të mos ishim ne, do rinë në shtëpi, se aty ka qenë Berisha. Pra, nëse ai mendonte që Berisha është alternativ, do votonte për Berishën. Ka votu për ne sepse nuk beson as kimi as tjetri. Unë dhe para se të vija e rilexova përsëri raportin e OSBE-ut para prakut. Duhet të theksuar që ky është raporti para prakut. Ai bëhet pas disa muajsh. Dhe përfundimtarit. më bëri përshtypje që thuhet dita e votimit ishte transparente dhe u organizuar në mënyrë profesionale. Tani unë vras mendjen, po më ndalem pak tek ajo që është retorika e këtyre ditëve, duhet ketë përsëritje zgjedhjesh. A ka prova dhe fakte që të ketë përsëritje zgjedhjesh ose zgjedhjet që u bën të jenë zero? Deri tani, që në momentin që Zoti Himçi që ti e përmende nxori ato flet, ato materiale që ai thajnë flet votimi, ne kuptuam që ishin të pavërteta. Ato ishin fotokopje që i ka çdo kandidat që është përndan njerëzve ti si. Ai pretendoi se ishin dhe me vul. Ai gënjeu sepse ta them unë që gënjeu se çep kur bëri denoncimin ishin flet pa vul. Dhe ku i ka këto fleta sot nuk i ka. Pa ishte një gënjeshër, për me thënë që binte shumë sy. Dhe aq më shumë kalon koha, aq më shumë po tregohet që Partia Demokratike, ndoshta edhe Partia Socialiste, po Partia Demokratike ka vjedh veten e saj, ka vjedh kandidatët e saj. Janë të paktën 5 kandidatë që kanë prova filmike që ju janë tjetërsuar votat. Nga Babaramo ka shkuar të Shabani vota. Dhe unë jam i Gabim njerëzor apo kanë qenë të qëllimshme? Jo, kjo është me porosi. Tani qartazi këto janë porosi partijake. Sepse po të Në cilat raste mundet ti evidentosh? Po i themi, zoti Ali Mehmeti ka pretendime që është tjetërsuar vota. Aulon Kalaja është tjetërsuar vota. Në Durrës kemi Lirana Kuçanën, thotë më është tjetërsuar vota. Pra, në Kavaj, Partia Lirisë sot... Ka dhe këti nga Partia Socialiste që... Po ata s'kanë reaguar, po shiko... Po se dha urdhrin. Ka zemër aty... Kanë duar... Aty doli Omertaja, mos doli Omertaja... Jo, po prit, ka do nga të dy anët. Po. Unë s'po them që s'ka ndodhur nga ana tjetër. Por çfarë është interesante? Ka ndodhur nga të dy anët. Kush është interesante? Ajo është interesante. Ja, pra, se shiko, kush është interesante edhe se shkojmë më tej. Raporti OSBE-u deri thotë që kjo mënyrë se si bëhen zgjedhjet, po ta ndash në kritika, janë 60% kritika për PS-n dhe 40% shkojnë për PD-n. Pra, po ta lexosh raportin, pretendohet dhe dyshohet që ka bërë vota edhe nga PD-ja në Mirdit, që doli fituese. Pra, pretendime, se nuk është e faktuar. Raporti thot ka insinuata dhe pretendime nga kandidat. Dhe unë jam i sigurt, po të hapen ato kutit e votimit, jam i sigurt, nismës Shqipëria bëhet i zhvjedhur, Zotit Basha janë marrë, janë vjedh vota, jam i sigurt partitë e vogla janë masakruar. Pak ishin vëzhgues partitë. Por kjo, nuk kanë vëzhgues jashtë, po nuk i monitoron do aq shumë me orë të gjatë. Tua janë vjedhur, po ndërkohë përfaqësues një përfaqësues kryesor të partive të reja, thotë domun që ne donë fitoj Rama sepse është Saliu përballë. Nuk i ka këto pretendime vetë zotëria. Jo, po se duhet ta shkojmë më tej, ta mbaroj të lutem se kanë folë shumë pak. Fitoj Rama se njerëzit votuan. Nëse ndalesh pastaj 100 njerëz nuk votuan. Se duhet ta shikosh me vëmendje edhe raportin. Raporti ngre probleme, është pa barabart gara thotë. Po të lexosh edhe raportin e OSBE-ut për zgjedhjet në Itali, thotë që data janë zgjedhje pa barabarta. Pra është mo kjo fjali. Ndërkohë që po të ndalesh te financat e fushatës, është e njëjta situatë në Itali, e njëjta situatë në vende të tjera të zhvilluara. Pra ka probleme me paranë pa deklaruar në fushat. E njëjta gjë thuhet edhe për Shqipërinë, po nuk thuhet vetëm për një palë, thuhet për gjitha palët, sidomos për 2 parti të mëdha. Ngrihet edhe problemi $6 milion, është në raport. Pra, raportin nëse lexon është shumë kritik me të 2 partitë kryesore. Vetëm mos i verni shenjë barazie sepse Jo, shumë. Jo, lexoj. E kam lexuar disa herë. I akuzon për polarizimin. Nuk mund të jetë PD. 60-40, ja ta them unë, e kam lexuar. E kam lexuar disa herë bile. Po lexoj edhe 10 herë tjerë, nuk mund të jetë 60-40. Po jo pra. E ke lexuar. Por e lexoj sa herë duash. Po më ke lexuar po nuk mund të thuash mua. Hajde flasim me opinionin im. Ai ka 60% ose ka bërë të vjedhur 60%, ky ka. Opinioni im është që toka është e sheshtë. Ni hajde flasim, bëjmë diskutime të tilla. Se po t'ishte me 40 sa thua ti, PD-ja nuk do kishte dalë me 50 votë, i bie të kishte dalë me 65. Do bazohemi në fakte. Po ta thash pra, kritikohet si bëhet menaxhimi i numërimit, sepse janë 2 parti politike dhe po të faktohet
që të dyja abuzojnë në kurriz partive të reja, të vogla, ta thot. Kush e ka për detyrë të krijojë një proces zgjedhor të rregullt? Dhe faktohet. Kush e ka për detyrë? Jo, po prit. Kush e ka për detyrë? Dita votimit, shiko, sepse thuhet shumë e qartë në raport para prag. Dita votimit ka qenë transparente dhe profesionale. Këtë organizon KQZ-ja. Pjesa tjetër e kanë partitë politike, miku im. Zazët, KQZ-ja për vetëm vullos. O, Arper. Jo. Ditë përpara. Jemi realist tash. O, Arper, ma gjë një fjali dhe s'ka problem. Po jo, po them. Ore, 2 ditë përpara zgjedhjeve të thash, ky zotëria që shef aty, fali 2 milion euro gjoba mor burra. E kemë. Po ku e kemë? E ke si shkelje, mo. Po si që ka si shkeli, Po më falë se të vrava, o burra. Të ngrihet dhe shqistimi tjetër. Më falë se të vrava. Ky fali 2 milion euro. Ajo është shpërdorimi pas detyre, mo. Po mirë, mo. Edhe më e bukur, di ku është këbëra. A vendimi është bërë që në dhjetor, në dhjetor të 2024, dhe nuk e ka firmosur fare ky. Ky zotëria nuk e ka firmosur. Unë do SBU di. S'është firma e tij. Asnjëherë, asnjë vendim, asnjë Jo, tani e ka bërë udhë. Të bëj një VKM ka vite që firmos vend kryeministri. Në prova dhe në raportin asnjëjës apo do flasim në mendimet tona. A një përgjigje për këtë që sa? Është asnjëjës. Je gazetar, më thuaj një mjet. Do mendimin tim apo të raportit? Si është e mundur? Jo, mendimin tënd. Po shkelje më të them. Po më gjë pyetje. Po e ka dhe raporti. Si është e mundur që qeveria e Edi Ramës në raporti more. Po më dëgjoj një më. Po t'jap të drejtë, me ka raporti. Po jo mendimin tënd. Se na humb kohë me një gjë që ka raporti. Jo të raportit. Po ta thesh më, po. E ka shkelje atë, ka shkelje edhe këtë 6 milionshën. Madje thotë një gjë tjetër raporti more. Thotë që Partia Demokratike dhe Partia Socialiste dyshohet sipas tyre që fushata ju ka shkuar 3 milion euro, nga të cilat janë të pa deklaruar, sepse njëra deklaron 1 milion që jep KQZ-ja, 3 milion euro ka shkuar vetëm 3 njerëzve aty. Po jema 3 milion euro u ka shkuar 3 kandidatëve. Imagjino se sa kandidat ka qenë. Po nuk e di, po them çfarë thotë raporti more. Po mirë. Raporti thotë që fushata ka shkuar 3 milion euro për secilin parti të madhe. Pra dhe këtu qartazi do thotë që ka abuzime me para të pjesë të fund fushat ose para pa deklaruar. Këtë thotë raporti. Tani, opozita, flas Partia Demokratike që ka dhe peshën më të madhe në opozit, që kërkon ripërsëritje zgjedhjeve edhe pse kjo është një lojë për të gënjur militantët, për të mbajtur me shpresë, sepse ne jemi sigurt dhe do të shikojmë që ata jo vetëm që po i njohin zgjedhjet, por do futen si Çeçua, do bëjnë debat, do bëjnë betimin në shtator. Opozita nuk e ka seriozisht të betej, sepse po ta kishte seriozisht do lejon të hapjen e kutive të pretendimeve që kanë kandidatët e saj. Këtu po. Pra ne ka thonë Zoti Berisha, ne do ja mundsojmë kujdo, jemi dakord do që po pse sa çoj pra, pse sa dha? Ne nuk kemi një kazermë. Ne nuk kemi një kazermë, ne kemi 2 kazerma. Kaç po të pyes? Ne kemi 2 kazerma usharake. Njëra është me pajisur, me armë moderne për shkak pushtetit e tjerë, njëra është më pak e pajisur, po të dyja kazerma janë. Sepse po të shikoni kandidatët, Zoti Berisha dilte dhe tallë, i thoshte shiko, janë për transparent, duhet transparencë thoshte. Pastaj kur i kërkonin këta të vulin që të hapnin kutit, vulin se hapin do se është kundra ligjit. Dhe i vetmi person që i votoi që të hapeshin kutit Ilir Usmajli është armik tani. Po bëhet pushkatimi politik i Ilir Usmajli për disa të herë se tha që të hapen kutit e votimit, e kupton? Dhe tha gjën më të rëndësishme. Pra, duke kanë seriozisht. I dha të drejtë kandidatit që të hapin të shikoj votat e tij, nuk ka më drejt sublime për një kandidat se sa të shikoj votën e vet. Nuk është serioze. Se kuptoj domethënë. Nuk është serioze kjo qasje që ka opozita dhe është një gënjeshtë që po bëjnë. Tani ja ka marrëveshje apo jo me zotin Rama. Qartazi këtu nuk ka nevojë për të thënë që ata kanë marrëveshje të shkruar. Se qartazi që momenti që ata bashkojnë votat që të mos hapin kutit, është një marrëveshje. Se po të donin, e hapnin kutit dhe nesër secili kandidat shikonte sa vota ka marrë. Gjithë kjo tablo që po na përshkruani është donë që ka një marrëveshje pretendoni ju mes Ramës dhe Berishës, këto partitë e reja të vogla nuk e shtyn dot karrocën dhe tani ne jemi një fatalitet të pranojmë Ramën. Nuk kanë folur. Kjo është nuk kanë folur për këto, tani do flas. Po. Të halli ata patjetër që bashkohen me një tjetër, e gjejnë gjuhën. Si socialistët, si demokratët e kanë gjetur gjuhën. Dhe po e gjejnë. E gjetën javën e kaluar duke bashkuar vota për këtë që thash. Partitë e reja për mua kanë bërë një fushat shumë të mirë. Pra, unë nuk dua që ata dekurajohen dhe t'i them tani që kanë bërë gabime, kanë bërë gjëra të tmerrshme. Jo, kanë marrë shumë vota për një periudhë të kohë të shkurtër, nisma Shqipëria bëhet, Euroatlantikët kanë marrë maksimumin e votave në një situatë që kanë qenë të anatemuar, të sulmuar, më mirë se kaq nuk mund të dilej. I vetmi gabim që unë mendoj kanë bërë është në gabim qasje që kanë patur ndaj elektoratit.
Pra, e dinin shumë mirë që nuk do kalonin në situatën më të mirë 4 deri në 5 mandate, situata më e mirë. Pra, e dinin dhe prap bënin një qasje ndaj elektoratit duke i folur pensionistit, minatorit, ushtaratit, Po ku do t'i flisin? Jo, Astronautit këta janë. Jo, partitë e reja duhet të jenë të fokusuar në mesazh. Pra duhet të jenë në 1, në 2, do përqendrohen vetëm në Tiranë, do përqendrohen vetëm në metropole. Ti nuk mund t'i flasësh do të gjithë Shqipërisë sikur nesër do marrësh 71 mandate. Jo, është qasje e gabuar strategjike. Kemi zotin Tomdoshi. Tomdoshi, partia e tij flet vetëm në 2 zona. Flet në kryeqytet, flet në Shkodër, nuk kërkon vota në Vlorë, si kërkojnë partitë e reja, nuk kërkon vota në Gjirokastër, sepse është kohë e humbur, nuk merr dot, nuk kërkon vota në zonat në Korçë, nuk kërkon vota në Kukës. Këta kanë harxuar energji në disa qarqe për mendimin tim, duke u marrë shumë takime, ndërkohë që ishin takime që në fund ditës nuk do të sillnin elektorat, sepse nuk ishte një kauzë. Pse duhet votoj ty një elektorat, një përfaqësues i elektoratit Grin Gjirokastër në Korçë ose Mos i përsërisim, Shabani. Shiko, E pranoni këtë? jo, është keq perceptimi i politikës. Shiko, nëse ne do të dilim për të blerë vota, pse do blenim vota kot në Kukës, se s'ja vlem i ble vota atje, do i blenim në Tiranë, po ne nuk blem vota. Jo, kam dhe mesazhe. Këtë emision e shohin dhe ata që janë Kukës. E shikojnë, e thonë, shiko, nuk dua të votoj as për Rama as për Berishën, do votoj për këta të rinjt. Çfarë them ti, mos vototi se vota jote nuk po hyn në xhep. Ti them unë aty në Gjirokastër që ty s'ja vlen fare që unë të garoj këtu dhe të sill kandidat. Nuk ja vlen vota jote se vota jote nuk prodhon mandat. Ky nuk bën sens. Jo, përqendrimi i energjive Një sekondë se e kuptoj. shumë e shpërndar. E kuptoj shqetësim. Partia Mundësia e përqendroi në kryeqytet. Kuptoj më. E Agronshet mori 2 mandate. E dëgjova pra, dakord, a e the. Për ta shpjegoj. Tani ne ishim koalicion dhe padyshim bëm një ndarje detyrash, por sistemi zgjedhor na kërkon që ne të garojmë në të gjithë Shqipërinë. Pra të kemi kandidat dhe në Gjirokastër dhe në Kukës, nuk regjistrojmë dot zgjedhje pa pas kandidat. Dhe po patë kandidat, po normale që ai do marrë seriozisht garën. Të shkojë aty, të takojë njerëz, po normale që do ta mbështesim. E para, e dyta, ne kemi rrugë të gjatë. Nuk kemi hyrë as për të qenë parti lokaliste, nuk kemi hyrë as për të qëndruar një palë zgjedhje. Ne kemi qenë 2021 me këtë betejë. Dhe në zgjedhjet lokale, për shembull, në Berat, ne kemi qenë shumë afër një mandat, nuk kemi marrë. Është e garantuar që ne do kemi në zgjedhjet e ardhshme, do jemi faktor lokal aty për zgjedhjet lokale. Në Fier, për 100 vota nuk e morë një mandat, por ne do jemi faktorët kryesorë aty për zgjedhjet e ardhshme lokale. Në Kukës, ne nuk kemi marrë mandat, po në zgjedhjet lokale morëm 2 këshilltar. Në Lezhë nuk morëm mandat, po kemi këshilltar dhe zgjedhjet e ardhshme jemi faktor kryesor. Pra, ne duam që të japim vend një opozitë të re, tani, dhe shumë shpejt një qeveri të re. Po s'mund ta bëjmë këtë duke u fokusuar në disa zona lokale dhe themi tjerëve ju s'na duheni. E vetmja gjë që do funksiononte do ishte që njësoj si partia në pushtet, të merrnim një fugon, shkonim të merrnim ata nga Kuksi, të regjistronim në Tiranë dhe të votonin në Tiranë. Po këtë mund ta kishim bërë nëse ne do vepronim si PS-ja. Ose nëse do ishim si partia që ti përmendet, blinim vota aty ku ka rezultat. Çdo variant tjetër problemi nuk është me ne. Do jeni një parti e madhe për 20-30 vjet. Por thelbi është problemi këtu është me sistemin zgjedhor, nuk është me ne. Ne kemi 64.287 njerëz që na duan, që na besuan dhe që edhe kur e pan që ishte pamundur që ne prodhonim mandat, prap na votuan sepse besojnë që kjo nisëm duhet inkuraju. Dhe unë jam i bindur që me këtë këmbgulje në zgjedhjet e ardhshme lokale ne do kemi përfaqësim shumë të lartë se që kemi pas 2023-shin dhe shumë shpejt, unë shpresoj jo 2029, shumë herë se 2029, ato 64.000 të jenë bërë 650.000. Okej, Regjia, ju lutem lidhni me Kreshnikun? Po. Kreshnik, më kujtohet një nga ndërhyrjet e tua në emision, muaj më parë, kur flitej për vendimin që do votonin për herë të parë emigrantët. Kishte, këtu në Tiranë, të gjithë politikanë, analistë, kudo flitej me shumë entuziazëm. Mos gabohem ti ishe i pari që ishe skeptik për votën e emigrantëve. Nëse të kujtohet. Po, patjetër. Deri ditën e fundit kam pretenduar që çfarë solli kjo? Çfarë solli kjo? Dhe a qëndrojnë don pretendimet e opozitës, Partisë Demokratike, se deri tek një kontratë e zbatuar keq nga kompania që fitoi tenderin për të mundësuar votimin e emigrantëve. Shiko, mendoj që
vota e emigrantëve ka avantazhe dhe disavantazhet e veta. E para është një drejt kushtetuese që për herë të parë u njoh në Shqipëri, sepse 35 vjet qoftë socialistët, qoftë demokratët ishin shmangur njohjes së drejtës së votës së emigrantëve. Arsye pse e kanë shmangur ka qenë fakti se e kanë më të lehtë të kontrollonin votën e qytetarëve brenda në Shqipëri. Dhe unë i mbetem konceptit që nëse do të ndodhi një herë rotacioni politik në Shqipëri, do të jetë vota e emigrantëve, që nuk do të jetë si 10% këtë radhë që votuan, por në një moment kur emigrantët të votojnë në një përqindje më të lartë, në 60-70%, do të jetë ajo vota që do të sjellë ndryshimin. Aktualisht, vota e emigrantëve nuk ndikoi në rezultatin e fituesit dhe humbësit, sepse pati dy efekte. Pati efekt vetëm në Vlorë, në qarkun e Vlorës, që i dha një deputet plus Partisë Socialiste, dhe pati një efekt pozitiv për partitë e reja. Partitë e reja, kryesisht koalicioni i zotit Shabani me zotin Lapaj, padyshim që arritën të fokusonin energjit në diasporë dhe patën një rezultat më të lartë votimi se sa ai në Shqipëri. Pra, ky është një aspekt shumë pozitiv. Pra, për herë të parë, partitë e reja gjejnë një terren, gjejnë elektoratin e vet, dhe ky është një fakt. Ky është një fakt që nuk manipulohet vota diasporës aq sa kontrollohet vota në Shqipëri. Fakti që partitë e reja, vetëm një sekond. Okay. Fakti që partitë e reja kanë marrë deri te 8% në diasporë, por kanë marrë 3% në Shqipëri, tregon që është më e vështirë në Shqipëri vota, sepse kontrollohet nga dy partitë e mëdha. Tani a manipulohet vota në diasporë? Sigurisht që manipulohet. Në radhë të parë, s'duhet flasim thjesht për manipulim, por duhet flasim për mos respektim të ligjit. Mendoj që vota në diasporë ka qenë një rrumpallë e vërtet dhe e parashikuar, që në momentin që janë regjistruar. Unë flas me bindje të plot që nuk kanë qenë 250.000 emigrantë që janë regjistruar me vullnetin e tyre, domethënë janë futur ata në kompjuter dhe nga dëshira për të votuar. Mendoj që të paktën gjysma e tyre janë patronazhuar. Janë patronazhuar jo kryesisht nga PS-ja, por edhe nga partitë e tjera, edhe nga PD-ja, me aq sa kanë pas mundësi, me aktivistët e tyre, të cilët kanë shku duke bërë fushat. Pra, kryesisht kanë qenë të regjistruar si pasojë e ndikimit të partive, është votuar në mënyrë kolektive, është votuar në mënyrë jo të fshehtë, është e pafalshme që u shmang vota vota në ambasada, që do të thotë kishen mirë që të bëheshin me kuti votimi në për konsulata, në mbrapsë, edhe në qendra votimi. Ishte propozimi im. Po, dhe ajo çfarë unë do t'jepja tisha konstruktiv në bisedë, që si bëhet, çdo kush që na ndjek do thotë, ora po mirë si bëhet, ju që na jepni vetëm vretje dhe kundërshtoni. Kjo bëhet në këtë mënyrë. E para do duhej që të shpenzoj më shumë për të realizuar një votim elektronik. Mundësisht që jo vetëm numërimi, por dhe votimi në diasporë ishte në mënyrë elektronike, e para, pra jo me zarfe, dhe janë dy shtete në Europë që e realizojnë nëpërmjet fingerprint, pra shenjës gishtit, ose tashmë me biometrinë e syrit, pra secili ka atë në ID-n e vet, sipas ID-s personale, dhe siç një tip parim që ndodh në aeroport, që të shikon me të dhënat biometrike don të lë aksesin. Ta njeh sistemi dhe ti voton në mënyrë elektronike, dhe nëse do të realizohet në këtë mënyrë, do të ishte mirë që ti paraprihet edhe në kohë. Pra mos lihet as për muajin e fundit, as 2 javë të fundit. E kam dhe si koment dhe si pyetje për debat për Kreshnik, të lutem, the disa gjëra, do më thënë që unë i jam dakord me ty, kur e bëre analizën e votës diasporës, tani si jurist, të lutem, unë
mendoj që vota diasporës për mendimin tim, tani mos bëhemi megaloman, është antikushtetuese. Nuk e di çfarë mendimi ke ti, sepse pak më parë the domethënë që ato që gjërat janë primare për një person që t'i japin votën e tij, do duhet të jetë barabartë dhe e fshet minimalisht. Asnjëra dhe as tjetra, unë nuk e pash tek vota diasporës. Ka dhe një mënyrë tjetër. Tani pse mendoj unë që s'është antikushtetues? Ne jemi një komb sui generis, i cili ndryshe nga gjithë kombet e tjera europiane, po jo dhe europiane, të cilat e njohin, të gjithë pothuajse e njohin votën e emigrantëve. Pra nuk jemi ne jemi të fundit që po e njohim. Po ne ndryshe nga vendet e tjera kemi gjysmën e popullsisë që jeton jashtë. E para. E dyta, ne mund të realizojmë atë që bën Turqia. Turqia, për shembull, ka ndërtuar në këto vendet e Europës me mijëra qendra votimi. Shpenzon dhe njësoj siç është në Librazh, në Cerrik, ka në Düsseldorf, ka në Hamburg. Ndoshta do dilte dhe më lirë se sa u pagua kompania postare. Do dilte më lirë me komisioner. Edhe një ndryshim tjetër që do isha konstruktiv në këtë ide, mund të aplikonin me kanë disa shtete që diasporën e kanë qark më vete. Që do të thotë, nëse kemi 12 qarqe sot, le t'i bëjmë 13 qarqe dhe diaspora nxjerr le të themi, s'po i lëm shumë, se nuk mendoj që si Italia po thua. Po, le të nxjerrë aq sa nxjerr le të themi Gjirokastra, 4 deputet apo 7 deputet sa Berati, i nxjerr gjithë diaspora dhe do jetë më përfaqësuese, se fundit do bëjnë fushatëve. Po mos është kjo do një pabarazi kushtetuese, sepse emigrantët përbëjnë ndoshta më shumë se gjysmën e atyre që janë në listën e votuesve. Po për kë votuan emigrantët? Në momentin që kreshniku punon dhe jeton jashtë Shqipërisë, nuk mund të ketë të drejtë barabart me Endrin dhe Ilirin që jetojnë dhe punojnë pra nuk mund nxjerrë vota ime deputet barabart. Në konceptin e Italisë to qarqe përfaqësojnë zonat, për shembull personat e dalë nga vota në Europa, për shembull, ose në Amerika, ose nga Azia, ku jetojnë shqiptar, ata janë përfaqësuesin në parlament. Janë përfaqësuesin në parlament të atij komuniteti. Merr dhe një kuptim balancues. Po fiks. Ajo që po thotë, dhe pyetja është shumë naive. Votuan 200.000 nga diaspora. Dakord jam me avokatin. 200.000. Ore, për kë votuan këta zotrin? Se këta duhet votojnë më së pari për veten e tyre, në sensin domethënë që a kanë këta në parlamentin shqiptar sot një person që do mbrojë realisht të drejtat e tyre si diasporë që janë? Nuk e kanë. Ku ta kanë votën ta? Të se kanë. Kanë zgjedhur, kanë pasur mundësinë që të zgjidhin një. Të lutem, ma tregon një, jam dakord me ty unë. Ma tregon një. Më tregon një deputet që është në listë mbyllur që përfaqëson diasporën te PD-ja apo te PS-ja. Se s'po them listë hapur, po them në listë mbyllur. Ma tregon një. Që këta të përfaqësoheshin. Ku është përfaqësimi këtyre njerëzve? Dhe e treta, të thash edhe një herë tjetër, nuk duhet të kemi një lloj bullizimi ndaj diasporës, unë se kam në këtë sensin. Por ama jam dakord me Kreshniku kur thotë që nuk mund të jetë vota e barabartë. Ore, si mundet që një person, vjerrim që ka 25 vjet që jeton në Amerikë, 25 vjet, është në shtetas amerikan, të votoj që atje me bindjen e tij 25 vjeçare kur ka ikur, dhe të vendos... Se vjeri ka vajzën këtu... Po vajza voton për hesapin e vetë, nuk voton për hesapin, më gjë një sekond lutem. Se këta i kanë rrit lidhet me Shqipërinë. Ore, të lutem, ma kisha tjetër procesi pak thyshëm tashmë, është fakt. Po, mirë më jam dakord, a mund të flasim për një gjë që mund të rregullohet, se këtë e maruam ne? Po nuk ka rregullimi në mënyra si votohet, po votohet nëse do të rregullosh diçka, mund të thuash për shembull se ti e ke ndjekur zhvillimet e Komisionit të Reformës Zgjedhore që u sakatua nga Rama dhe Berisha bashkë. Kur ne kishim propozimin që të votoj si sa zoti Spano, të votoj në për ambasadat, në konsulata, kudo që të blish. Po është bërë shu, janë kompiluar në për bare, restorante, të votohet online, ose votim online. Ose votim online, gjithë bota po shkon drejt. Kështu që të qash pasi je bërë bashkë autori fatit tënd të zi, është hipokrizi minimaliste, duhet mbash përgjegjësi për këtë. Problemi kryesor këtu është kush po qanë. Kush po ankohet. Dakord, e kam tek kuisja publike. Për ata e kam më burë. Po që një gjithë të kënaqur. Kuisja publike kam, jo tek rezultatin. Opozita është e kënaqur,
Majoranca po, s'ka në një qarë. Jo, opozita nuk është e knaqur. Opozita thot, vjedhje industriale, thot. Po, më të lumë për sa aq nuk ka, po thelbi është këtu. Po ju vetë jeni i knaqur si nisma Shqipëria bëhet? Jo, nuk jam i knaqur. Nuk jam i knaqur, sepse unë do doja që ne të kishim nisur transformimin e Shqipërisë duke prodhuar një rotacion politik në parlament. Dhe kur shoh që Rama ka 83 mandate, ka gjithë me Tom Dosh shkon 86, ka mundësi ndryshoj kodin penal nesër mëngjes, nuk jam fare i knaqur. Nuk jam i knaqur që 65.000 votuesët tanë janë lënë jashtë parlamentit. Pra nuk do kenë peshën që do kenë votues të PS-s apo të Sali Berishës. Kështu që padyshim që nuk jam i knaqur. Ajo që po them është ne nga ana tjetër duhet marrim përgjegjësi për rezultatin. Por çfarë do thotë kjo që kush ankohet? Më ankohet Berisha që ka numërues të çdo tavolinë. Unë kam qenë këtë më. Do të thënë se këtu tha dhe zoti Hitaj që na mbjedh votat. Nuk shpreh asnjë vot. Ne kemi luftuar, jemi zënë kacafytur atje. Në disa raste kemi kërkuar rinumërim aty në tavolinë. Ka pa tentativa apo jo? Më mbrapa, ka pas, po ne kemi qëndruar deri në moment 24 orë me ditë të tëra pa gjumë. Unë isha këtu, ata ishin aty. Pra unë shikoja PD-n dhe PS-n që numërojnë votat tona. Dhe isha këtu unë, ata ishin aty, ata qahen ndërkohë. Sali Berisha ka pas në çdo tavolinë numërimi, ka pas gjysmën e komisionerëve që firmosin procesin e parë. Ai ankohet. Ka pas, përveç atij kishte edhe vëzhgusët këthe. Me paraje, me deputete, ka pas gjysmën e parlamentit, më kupton, ka gjysmën e kasit. Pra ka në dorë edhe të rihapi kutit, i pengon rihapin e kutive, dhe ai prap qahet, ai ankohet. Nuk e di domethënë që është elementi bazë i leadershipit është marrë njëri përgjegjësinë. Ky është thelbi. Tani 64.000 vete na kanë votu. Kaq janë. Unë do kisha dashur të ishin 300.000. Unë shpresova që do ishin 300.000. Po këto pretendimet e këtyre si kandidat të PS-s, ashtu dhe të PD-s, i thondohen që na janë vjedhur, lëndë qartë të kuptohet, që na janë vjedhur votat me kërkojmë rinumërim. Unë besoj, në bindjen time janë vjedh. Kanë vjedh njëri tjetrin. Pra, se ka pas dy procese. Ishte procesi i parë, ku ishim gjithë aty, që numëronin votat e gjithëve, mbaroi pastaj futeshin, hapej zarfi, futeshin votat e PS-s me zarf, votat e PD-s me zarf, votat e nismës me zarf. Edhe fillonte numërimi vetëm për PS-n. Për emrat. Tu unë sëria ç'pun kisha unë me votat e PS-s. Ishim me ata të PS-s. Tani ç'a ndodh? Ata të PS-s, duke pas kontroll mbi numëruesve vet, kanë vjedh njëri tjetrin. Jam i bindur për këtë. Ata të PD-s e garantuar që kanë vjedh njëri tjetrin. Por i kanë mekanizmat që ta kontrollojnë. Unë kisha përgjegjësi për votat e atyre që kanë besuar që nisma Shqipëria bëhet. Dhe gjithashtu kemi përgjegjësi sot që ato 64.000 i bëjmë 300.000. Po ne nuk i bëjmë 300.000 duke thënë që shiko Rama ky është, me grupe kriminale, me shtet, me të gjitha. Pyetja është, a mundet, dhe unë besoj që ne e mundim Ramën. Po që të mundim Ramën, duhet të kuptojmë si mund të shtojmë më shumë njerëz që të votojnë. Shiko, ka 2 milion njerëz me të drejtë vote në Shqipëri. Rama ka 700.000 vota, janë 1.300.000 të tjerë, mund t'i mobilizojmë. Okej, çfarë do ndodh me opozitën në pjesën e dytë të këtij emisioni, pas një hapësire të shkurtër publicitare. Rikthehemi sërish në transmetim të drejt për drejt, jemi duke folur për procesin e 11 majit, procesin elektoral i cili rikonfirmoi edhe një herë Partinë Socialiste me 83 mandate deputetësh kundrejt 50 që ka Partia Demokratike. Ndërkohë gjithë partitë e tjera kanë 7 mandate, duke përfshirë edhe PSD-n e Tom Doshit. Regjia, ju lutem më lidhni me zotin Spahiu. Kreshnik, çfarë po ndodh me procesin e ankimimeve? Do më pritet ndonjë surprizë, pritet do të ketë rinumërimi të nxjerrë parregullsi, pretendimet atyre që shkojnë në dyert e komisionit zgjedhor ose të kasit? Shiko, zoti Babaramo, ta po lexova një dëshmi të Lisander Hoxhës. Po, një kandidat të PD-s. Kandidat të PD-s, një djalë shumë aktiv, shumë i ndershëm, shumë serioz, shumë dinjitoz, ju rrëzua kërkesa. Po Lisandri pretendon që ai ka parë në video dhe kërkon, insiston ai pretendon që nëse rinumërohen votat brenda partive, pra për listat e hapura, ai pretendon që në PD ndryshon renditja.
ai pretendon që edhe në PS ndryshon renditja, po marrim, duke qenë se është më i besueshëm kur e thot për partinë e tij. Tani, unë personalisht, qofse do opinionin tim personal, unë mendoj që vota është devijuar tek të dy partitë. Edhe te Partia Demokratike, edhe te Partia Socialiste, qartazi, po bëhet më e dukshme tek Partia Demokratike, sepse tek Partia Demokratike Berisha nuk i ka shumë kontroll njerëzit, ndërsa PS-ja ka disiplinë dhe e blen heshtjen me pushtetin e vet. Që do të thot ata të cilët kanë humbur, PS-ja ka çfarë ju afron. Jo, bëri të qartë, ka bërë 2-3 herë të qartë Rama. Tha don edhe ata që nuk fituan do jenë kontribues në institucione. Ndërsa te Berisha, nëse si e deputet del rrugëve, dhe duke pasur parasysh një PD që s'ka as perspektivë, domethënë fare as pas 4 vjetësh që të vinë pushtet, këta rebelohen dhe me të drejtë janë gatshëm të denoncojnë. Çështja është që ligjërisht ka pengesë, nëse nuk ke firmën dhe vulën e subjektit politik që përfaqëson, nuk legjitimohesh. Dhe kjo është e përsia pse është bërë lufta për vulat, pse është bërë lufta për sistemin, pse ka një marrëveshje Rama-Berisha, se këtu ju buron pushteti. Pra pushteti është kur të gjithë lutën kryetarit për firmën dhe për vulën. Tani, a do hapen kutit? Unë jam i bindur që kutit nuk do hapen. Për sa kohë Rama dhe Berisha, PD-ja dhe PS-ja janë bërë bashkë në këtë proces që mos hapen kutit, ato nuk do hapen sepse dëmtohen të dyja palët nga ky proces. Dëmtohet PD-ja se i bie gjithë ajo kauza në cilën Berisha ka ndërtuar luftën e tij për të mbajtur postin, por padyshim dëmtohet edhe qeveria dhe pushteti, i cili në fundit ka përgjegjësinë kryesore në këtë proces. Por bie edhe farsa e listave të hapura, që do të thotë edhe ajo përqindje e vogël e listave të hapura nuk ka ekzistuar. Pra juridikisht 30% qenë listat mbyllura, por praktikisht 100% kanë qenë mbyllura se kanë dash kryetarët kanë nxjerr. Pra edhe në listat të hapura ka pas një direktivë politike me struktura, me celula, atje ku s'është respektuar është ndryshuar dhe tashmë po blen heshtjen në mënyrë mafioze. Këta flasin për banda, po unë mendoj që 2 bandat kryesore në Shqipëri janë Partia Demokratike dhe Partia Socialiste. A janë të padiskutueshëm këto? Përse është opozita band? Se bandat normalisht shkojnë me pushtetin. Unë nuk po them se Partia Demokratike nuk bashkëpunonte me segmentet saj me krimin kur ishte në pushtet. Por sepse intereson do një delinkuenti, një kriminali, do në ta ketë mirë me qeverin, jo me opozitën. Dëgjoj, unë thash një metaforë në kuptimin e organizimit. Pra, për mua bandat në Shqipëri janë disa struktura alabakësh të rrezikshëm, por të pa organizuar në mënyrën e mafjes politike. Mafja politike është më e rrezikshme në Shqipëri. Momentin kur ti kontrollon ekonominë, monopolet, financat, koncesionet, lejet e ndërtimit. Se nuk është ky rasti për shembull që është pikërisht banda e Shkozetit mori së fundi do një leje për hotel mbi 10 kate. Nuk po ta kuptoj këtë. Kontrollon portin e Durrësit, thot Berisha. Po më le të kontrollojmë shumë. Dëgjoj, në radhë të parë, emrimet një herë nuk bëhen nga banda, bëhen nga politika. Nuk je shumë i saktë, nëse mundem të lutem. Tani vetëm ta them unë një mendim tim. Po, edhe pastaj ka fjalën Gaba. Gjatë periudhës së karrierës politike të Sali Berishës apo Edi Ramës, janë hapur dhe mbyllur me 10 banda, që do të thotë këta kujt të duan janë ndezin dritën dhe kujt të duan ja fikin Chelsea. Me çka kriteri? Me çka kriteri? Po me kriterin e përdorimit o vlla, kupton? Po përdorim për çfarë? Përdorim për interesat e tyre, sipas momentit. Interesi mund të jetë politik, ekonomik, elektoral,
financiar, kriminal, etj. Qartë, të kuptova. Po unë mendoj që këto janë shumë të fuqishëm. Në momentet caktuara këta të eliminojnë. Janë më të fuqishëm se bandat. Ka që shkri histori. Çfarë bandash ka Shqipëria? Banda. Po, Gaba? Atere, hetimet e prokurorisë kanë dëshmuar që Jurgis Çyrbja nuk ishte i destinuar për atë vënd në listën e Partisë Socialiste në Durrës në 2021. Dhe unë marr atë shembull sepse e kam të faktuar. Edhe ekstrapoloj nga kjo sjelljen politike të zotit Rama. Dhe ai u postua në listë për të qenë në listë të sigurt, në një listë në pozicioni i cili nuk rrezikoi nga vota jo rezultative në për zgjedhjet 2021. Pra, zoti Rama ka pësuar influencë, se është ai që firmos listën e partisë kur e çon në KQZ. Zoti Rama në këtë rast ka marrë një porosi bie, sepse nëse ata janë kapur duke u përgjuar për të çuar Çyrben më poshtë në listë, do të thotë që kanë komunikuar me PS-n, dhe në këtë rast, nëse në PS nuk merren videot se s'të lejon Edi Rama, nuk merren lejet e ndërtimit se s'të lejon Edi Rama, i bie që ata për interlokutor kanë patur zoti Rama, pra krimi organizuar. Rasti tjetër, ky që ndodhi pak ditë më parë, operacioni që e përshëndesim sepse lufta ndaj krimit të organizuar është prioritare që ne të ecim përpara si shoqëri edhe në Bashkimin Evropian, tregoj që këta zotërinj eksportonin drogë, lekët i sillnin me autobuza në Shqipëri, autobuzat e lekëve pastaj kthehen në kulla me firmën e kujt? Kush e drejton KKRT-n? E diti Lan? Jo, unë e di, po disha të bëjnë pyetje tjetër. E drejton zoti Rama, por për të bërë një dallim. Jo, se s'dua të krijoj këtu s'dua të krijoj barazi, veçse në periudhën e fundit të opozitës. Zoti Rama ka krijuar një tipologji të re politikani, që është ai që ekzistonte në skalionet e fundme të politikës, që ishte i forti lagjes, ata që merreshin me drogë jashtë, nuk iknin dot më, ndryshonin emrin e vinin këtu. Dhe ne kemi parë që i ka marrë nga skalionet e fundit të gardheve politike, zoti Rama i ka futur në parlament. Dhe ne kemi bërë ligj ad hoc, që është edhe antikushtetues, si që është dekriminalizimi. Po pse kemi bërë? Se u bë emergjencë. Ata persona që më përpara politika i përdorte si të fortë në për fshatra lagje për të... Po ama Rama e votoi këtë ligj. E votoi, aty është... E votoi këtë ligj, atëherë pse akuzoni që thoni donë që ai vërtetë të bandat? Nuk është ashtu. Po si është? Ju e njihni më mirë se unë historinë e politikës shqiptare. Dhe duhet kujtoni që ai ligj u arrit bashkë me presionin e ndërkombëtarëve. Apo jo? Po. Ashtu dhe. Edhe Rama... Po pa votat e Ramës? Jo, po votoj si Çeço ai, si që votoj reformë drejtësi si Çeço, pavarësisht se bën si fort tani, dhe pavarësisht se bën protesta, mbani më protesta që bëj, pavarësisht se thotë mos guxonin me një telefonin, sepse është në hall dhe ai më spak. Dhe ai ka përdor, kjo është e keqja që ai ka çuar, pika ai ka përdor dhe i përdor, ky është problemi. Pika që dua të them është që i ka marrë në, le të themi, me bachelor, i ka bërë me PhD kriminalët e këtij vendi. Pra, i ka gjetur në rrugë, i ka fut parlament, dhe kjo është fakt. Është fakt. Ka nikur njerëzit me pranga në parlamenti, për vullnet politik. Dhe kjo është përgjegjësia e tij. Ka kaluar shumë kohë, njerëzit e harrojnë, por këto ka ndodhur në Shqipëri. Dhe ai s'ka mbajtur përgjegjësi për të, thotë, nuk e dia unë se kishte emrin, ironizonte. Pastaj pjesa që i takon zoti Berisha është kjo. Ne bëm ligjin për dekriminalizimin? Edhe çka ka ndodhur? Këto kohë të fundit kanë gjetur mënyra të reja, sepse aksion, reaksion. Fusin kushurin në listat e zoti Berishë, të fushat e zoti Berishës, kemi parë Elvis Roshin, që jemi grirë për vite me Ramën, për ta largonte nga... Nuk e futi ai, tani mos bëj kështu. Ai ka qenë një person i futur nga Partia Agrare Ambientaliste. Personat që janë larguar nga vetingu, a kanë një njohje publike, a duhet kishte një distancim? Po, dakor. Po bëri edhe këtë, këtu krijohet barazia dhe është fatkeqësi këtu, sepse nëse ne duam që ajo pyetja e opozita pas 11 majit të marrë një përgjigje, duhet që të bim dakord te disa pika themelore. Pra, nuk ka bashkëpunim me bandat, mbështesim drejtësinë, kemi një qasje, një gjuhë të re në raport edhe me pushtetin, që është shumë i rrezikshëm se ka 83 mandate, por duhet të ndryshojnë, duhet jemi të vërtet. Dhe këto betejë që ne kemi bërë ndër vite për dekriminalizimin, nuk mund t'i flakim edhe për votimin elektronik, xhanëm. Pse ne kemi kërkuar me vite si Parti Demokratike, erdhi momenti për të bërë ligj, nuk e donin sepse kishin frikë, sepse humnin kontrollin mbi procesin.
Dhe kjo është fatkeqësi. Itaj. Nga e cila duhet mësë. Unë kam përshtypjen fillimisht opozita përveç analizave duhet të ketë marrje përgjegjësish. Ka simbioz të Ramës me krimin. Ajo që tha Gaba pak më parë. Është fakt. Kemi për këtë pyetjen. Po. Shiko, simbioz të Ramës me krimin. Unë nuk di të them ka apo jo. Qartazi Spak ka arrestuar shumë zyrtarë të nivelit të lartë me akuza të rënda për korrupsion. Por ndaj këtyre zyrtarëve nuk kam parë në përjashtim të Jurgis Çyrbis, nuk ka patur akuza, pa mbetëm të faktet, të opinionet që shkojnë për bashkëpunim me grupet kriminale. Të mbaroj liste pra, Lezhës në 2017. Është Jurgis Çyrbi. Nuk është histori, nuk është para histori, është tani. Do me thënë është i njëjti aktor që ka të njëjtën qasje recidiviste në raport. Shumë dakord. Edhe ka dhe një analizë psikologjike kundrejt ti njeriu, ata që e njohin thonë që është i fascinuar nga këta. Po kjo është diçka që nuk faktohet dot, por kemi etime, kemi njerëz që kanë ikur në parlamentin nga bashkit, sepse ishin zgjedhur pikërisht nga kjo nënbotë të errët. Dhe këtu pikër duhet të marrë një të Jurgis Çyrbis që unë jam dakord sepse kanë dalë përgjimet e Sky e Encrochet, nuk është se ka politikanë të tjerë të nivelit të lartë, të paktën se nuk e di nivelet të ulta, që të kemë patur akuza të paktën në këto 4 vite që lëm pas për bashkëpunim me krimin organizuar ose me grupet kriminale. Si doli Arken Balla dhe Sara Mile, njërin Durrës tjetrin Elbasan. Ja, do ta them. Gazetar të duket një gjë normale? Do ta them. Besoj do t'ja gjë Krisman. Nuk e di si ka qenë realitetin terren, por di them një gjë. Ata nuk kanë marrë vota të opozitës, ata kanë marrë vota të socialistëve. Që do thotë unë mendoj... Ku identifikon ti don që ato janë votat të... Unë mendoj që janë votat të socialistëve, sepse më duket në optikën time është vot e orientuar. Prandaj shkoj 10-6 pra, unë besoj që është vot e orientuar, sesa është vot e vjedhur në optikën time. Pse e them unë këtë? E orientuar nga kush? Brenda partisë. Sepse po të shikoni listën e Durrësit, shikoni edhe listën e Elbasanit, morte lista hapur. Po përse duhet të kishte orientim? Shikoni listën e hapur. Ja po ju them një gjë. Pjetra Arpnori është... Jo po të them listën e hapur. Keni parë ju individ të spikatur ose me reputacion të gjatë në PS në Elbasan ose në Durrës? Nuk ka. Janë figura të reja. Balla njëherë, Arken Balla është deputet që ka eksperiencë njërë, se ka qenë kandidat në zgjedhjet e kaluara, doli deputet tani, pra ka një lloj jete politike në partinë e Durrësit. Po është sistemi mo, nuk t'i jep dëgjoj. Nuk si mori ku diun, s'ka pasur emër të tjerë. Ja më thuti një emër tjetër. Ku në Milva Ekonomi? Ku? Në Durrës. Po është në listën e mbyllur më zotri. O zot. Tani po më fal tani. Ore PS-ja e Durrësit. Ore s'ka më jo, po nuk ka patur pra. Arkendin ka pasur dhe lajm. Pra, a kupton? Jo, po them që ka qenë për mua është votë orientuar. Sepse këto grupe kriminale që thonë... Të ta bëjnë ndryshe pyetjen Arber? Këto grupe kriminale që thonë ju... Spaku. Në është e pa mundur të t'japin 20.000 vota. Jo, ka një problem. Ore, s'tjep do të një grup kriminale 20.000 vota. Ore, lutem. Por mua kjo është absurde. Jam dakord, por problemi 20.000 vota një grup kriminal, nuk i ka, more. Ore, një nuk duhet t'jerë, Arber, nuk është thjesht çështja tek impakti vendimtar apo jo në zgjedhje, sepse qartazi jemi dakord për mua është orientim vote. Që opozita ka problemet e veta. Problemi është që nuk mund të bëjmë bisht një çështje që është shumë e rëndësishme dhe për sigurinë, dhe për rini shqiptarë, sepse këtu nuk blen dot një apartament një iri, sepse vinë çantat me autobusa, ndërtojnë kulla, iriu shqiptar blen dot apartament familjare. Dhe ky është problem. Dhe unë po jam dakord. Edhe në qoftë se ata që fusin në lista këta njerëz, e fusim edhe dje për të bërë këto kulla, nuk mund të japin zgjidhje problemit të çmimeve të apartamentet, se janë ata produkti të kësaj zgjedhje. Për Arken Ballën, më përmend. Do mund bëra një pyetje. Po më po, ja ta them. Spaku, le mos u merr me një. Po ta them. Po prit vetë të bëj pyetje që të kesh përgjigje. Ja, ta çoj deri në fund. Do pyetjen apo se kam thënë po e them. Dhe ti do më kuptosh, do më japësh të drejtë. Po jo ti s'po më le të bëj pyetje. Ti do më japësh më shumë drejtë me të tjerë. Okej. Arken Ballën kemi qenë shok klase në fakultet. Okej. Edhe një po nuk u mora me Arkendi. Nuk e kam takuar që ajo kërkoi. Po të bëj pyetje ndryshe. Dhe ti ma kupton. Sepse edhe një familjar joti ka qenë në klasë me mua në fakultet e ti e di shumë mirë. Bëj pyetje nuk. Tani diskutimi është tu. Tani me që ke pas shok klase. Ja të them dy gjëra. Po lema ti bëj pyetje tjetër me opozicion selat. Skanci, po çka ka ndodhur në 2 vite? Ai nga 4.000 vota. Dhe ja pra po them. Në 20.000, pra dhe Arken Balla po them atë që di unë. Medaljarja nuk e di. Çfarë po them? Ama tani më sutallni apo burrë. Çfarë po them unë atë që di unë. Ka punuar në fakultet.
vjen nga bota akademike. Jo, dakor, po 2021 ishte 4.000 votë. Qa ka punuar se do në bota akademike? Unë di që ka qenë pedagog. Në rregull. Pedagog apo punojnë së administratë aty? Në Universitetin. Ai ka kalu vetë. Pra se është bërë ky diskutim sigur e kanë marrë nga 313, jo. Jo vetëm aq, shiko, pra nuk është kështu. Jo, nuk thuhet gjë që është marrë nga 313, thuhet donë që 313 ka thënë që ky është njeriu i hyrë në parlament. Unë them këtë gjë, nuk e di. Ky është pretendimi i opozitës. Përgjime gjëra. Apo jo, zoti Gaba? Nuk e vë Dodonën zjarr për asnjë. Zoti Gaba, për mua është tjetër simbol. Pyetja që kam. Orientim vote. Po jo, pra nga 4.000 në 20.000. 2.000 pak, jo 4.000. Çka ka ndodhur? Pra si është vjetëfishuar se edhe unë si kandidat dua ta mësoj që zgjedhja është se nuk e mëson dot atë. Orientim vote. Unë mendoj që është orientim vote brenda PS-s, klanet të PS-s të ndara me njëra tjetrën. Atëherë, për mua është orientim vote. Tani, një gjë që ne duhet sepse unë, nëse ne themi që një grup kriminal duhet jemi shumë kujdesshëm. Një grup kriminal, siç është marrë tani diskutim publik, i jep 20.000 vota atje, 20.000 vota në Elbasan, 40.000 vota, atëherë Shqipëria ka marrë fund. Po duhet të bjerë spak, duhet të dali, jo, po duhet dali ushtria në rrugë, se grupe kriminale jep kanë 100.000 vota, çfarë është? Pastaj i bie që grupet kriminale pse do shkojnë te një deputet i cili funditës nuk i ka bërë ndonjë nder dhe nuk shkojnë te një njëri që dikur ka qenë drejtësi në Durrës dhe ju ka bërë ndere. Po kush tha që s'kan shkolla aty më? Nuk e di. Nuk e di. Tani thelbi është thua. Për mua është absurde të thuash 20.000 vota ti ka votë kriminale. Ka një problem, ka një ngërç me SPAK. Ka një ngërç me SPAK. Çfarë ndodh është që me rastin e Çyrbes, ose gjithë lista e Durrësit, të 2021-shit, në 3-4 vite SPAK-u filloi konfirmoi që grupet kriminale kishin ndërhyrë Kerenditja në listë e tjerë. Iku Çyrbja, iku Lefter Koka, iku Rakja, iku Raman Raja, ikën të gjithë këta. Jo, po. Votat, ta marrë fjalinë o burr. Votat mbetën. Lefter Koka iku për korrupsion, jo për grupe kriminale. Ka iku se e çuam ne në SPAK, por thelbi shumë mirë keni bërë. Tani, ndërkohë që këta shkuan në burg, mandatet mbetën. Ne këtu ka një problem. Pra, nëse ne bëjmë një kontratë dhe verifikohet që kjo kontratë ka qenë e vesuar që në fillim se ka vënë pistolet në kokë, ajo kontratë është absolutisht e pavlefshme. Pra nëse SPAK-u verifikon që Çyrbja ka hyrë në listë dhe është bërë deputet me votat e grupeve kriminale, ai mandati duhet të hequr PS-s. Po kjo s'u heq, pa kjo është sistemi, te djedi që ishte më. Jo, u shtua edhe një mandat tjetër. Pikërisht pa kësaj radhe. Nga 74 shkoi 83, u shtua 9 mandate. SPAK-u ishte i ngadalt. Kësaj radhe SPAK-u ka qenë shumë i ngadalt. Unë kisha pritshmëri që task forca do vepronte në kohë, jo mbas zgjedhjeve. Dhe veproj një javë mbas zgjedhjeve. Mund të kishte vepruar një javë para zgjedhjeve ose 3 ditë para zgjedhjeve, që ta jepte këtë efekt. Dhe e dyta do duhet që si mas plotësuese të kërkojë heqjen e mandatit, nëse verifikon që votat janë blerë, që votuesi është kërcënuar, do të kërkojë heqjen e mandatit se s'ka kuptim. Pra, me pak fjalë, vjen dikush, vjen pistolet në kokë, SPAK-u e verifikon që ky na ka kërcënuar, po legat le ti mbaj. Se kështu i bie. Kujt i kalon mandati? Atëherë sistemi mund të kërkojë ripërsëritje zgjedhjesh. Kjo është ripërsëritje zgjedhje atje. Mandat karaj dhe pastaj ti. Të lutem. Për këtë që thotë Endri, është shumë e rëndësishme ta marrë dhe nga ana juridike. Aty ndodhi grupi Shkozetit i cili në datën 19 apo 20 maj shkoi përpara drejtësisë sipas SPAK-ut. Tani vendimi i gjykatës kur që e marr? Prit tani, se kjo është e bukura. Ai ka qenë një, le të themi, aksion i ndërmarrë nga prokuroria italiane. Prokuroria italiane e ka dorëzuar dosjen në SPAK në një shkurt. Një shkurt 2025. Po mirë, dosje voluminoze duhet përkthyer. Të lutem vetëm duhet përkthyer pra. Më bëj mua pasaj. Në një shkurt italianët ka thënë ky grup për ne ka këto 1 2 3 15 vepra penale. Ja ku e keni, ne nuk e përojmë dot në Shqipëri se skemi. Nuk është sa. Po dëgjoj edhe pasaj në një intervistë prokurori çështjes ka thënë Pala shqiptare ka vepruar shumë mirë, ju desh kohë të bëhej përkthimi sepse ishte dosje shumë voluminoze. Ka qenë një shkurt. Mirë. Po, ka qenë. Po pra, po ku po gënje? Jo, po ata thonë që SPAK ka vepruar shumë mirë. Po ti nuk e di se çfarë do them unë. Por kjo ishte koha që duhet përkthimi. Nuk e di se çfarë do them unë. Dëgjoj një se pastaj në një shkurt. Në një shkurt. Po të them në një tjetër. Është kopsitur dosja nga italianët dhe kanë silë në SPAK. Po. Tani 100 ditë përpara. I bie 100 ditë fiks përpara. Duro pra prit se ka fagma kjo histori. SPAK-ut për ta lexuar dosjen sipas arbrit, janë dashur të paktën 45 ditë. E kishte kopsitur dosja. Në 19 mars, SPAK-u ka shkuar në gjykat për të kërkuar masat e sigurimit personal në lidhje me këta njerëz.
19 mars. Nga 1 shkurti në 19 mars. 45 ditë lexonin 1300 faqe dosis. Dhe ti përkthenin. Ka shumë punë aty te Spaku. Gjë e thakme tjetër. Nga 19 marsi, Irena Gjoka, që era çështja, Irenës, ishte ajo që do t'i bide kjo çështje, e çon datën e vendimit në datën 30 prill. Pra para zgjedhjeve, Po prita e bukur është. Ju desh Irena Gjokës të lexonte edhe kjo 50 ditë dosje për të zirë një vendim gjykate. Pritani, se nuk është akoma ky problemi. Kur del një vendim gjykate, sipas kodit procedurës penale, Spaku, organi akuzës, duhet minimalisht ose maksimalisht nga 1 deri në 5 ditë që të operojë me anë të policisë. Pra ndodh mëra 24 orëve, po ta jap rast konkret. Në 9 shkurt doli për Eron Veliaj në vendimi i gjykatës, në 10 shkurt e arrestuan Eron Veliajin. Po është një individ më burr, diet ku gjendet ata. Dakor, pra 5 ditë të thashun ti. 5. Pra 30 prill deri në 5 maj. Do kishin dëshmor ata. Do kishin dëshmor ata. Dhe unë sot apo juve nuk do kishim fare iden apo trysnin që të Kjo është optika jote si jurist. E qartë. Shikojmë optikën e një juristi tjetër, Kreshnik. Ka qenë një anshëm, ka qenë motivuar politikisht në favor të qeverisë. Arrestimet për këto. Ore të lutem. Spaku, drejtësia gjykata speciale dhe policia, po. Se nuk e the këtë. Se operoi Spaku në datën 19 maj. Ta dëgjojmë. Pra se të do dilte 8-6 për PD-n, aty nuk dilte 8-6 për operacion. Është shumë e rëndësishme kjo. E di çfarë do thot një operacion me 40 persona, të arrestosh 40 persona. Po flet me mua. Ore po s'është shaka kjo. Po flet me mua. Po se po trajtoni si një gjë kështu. Nuk e para. Erdhi shkesa pse se bëri nesër. O Arber, tani po flet ke. Arrestosh 40 persona të rrezikshëm. Ja kështu në rregull, nuk arrestuar 40 persona. Janë arrestuar vetëm 14, nga këta 14 zotëri nderuar, asnjëri nga ata cilët ishin 1, 2, 3, 4, 5. Në fakt janë arrestuar ata që Itaj, janë arrestuar ata që ishin të arrestuar dhe janë shpallur në kërkim ata që ishin kokat e grupit. Ishin të shpallur edhe më përpara në kërkim. Kreshnik, si e shpjegon këtë? Po kush e ka fajin? Kjo është vendosje datash, ju lutem, si ja dash fjalën Kreshnikut. Kush e ka fajin? Ti edhe unë. Estimor të kundërtën më. Po çfarë po thua? O Karaj. Itaj, ju lutem. Po se ke provë. Vazhdojeni pas Kreshnikut. Po çfarë të kundërtën? Tani po flet se ke profesionale, tani të lutem u burr. Kreshnik. Po. Tani është si puna e saj, hypse dëvrava, zbritse dëvrava. Sigurisht që koha e një procedimi penal është shumë e rëndësishme dhe me të drejtë janë ngritur shumë hipoteza që kjo goditje kaq masive, një nga operacionet më të suksesshme, a duhet të ishte bërë para zgjedhjeve dhe a lidhet kjo me datën e zgjedhjeve. Domethënë, tani un kam një argument timin. Jo, ti lëm zgjedhjet më njan. A është normale gjithë kjo zvarritje, thot Karaj? Don ky kalendar, ky agjend kohore. A të duket normale ty si jurist? Po tani e para nuk mund ta paragjykojmë sepse ne nuk i dim rrethanet. Sipas gjithë informacioneve, Spaku ja kishte dërguar gjykatës për masat e sigurimit. Nga ana tjetër, është një operacion i koordinuar dhe i organizuar me antimafjen italiane. Dhe duke qenë se është në bashkëpunim, sigurisht që lidhet dhe me operacionet që lidhen në shtetin Më falë të ndërpres, thua me bashkëpunim me antimafjen italiane. Bashkëpunimi me antimafjen italiane u e zaurua në momentin kur ata sollën dosjen. Nuk ka më bashkëpunim të tyre. Aty topi ngelej në dorën e autoriteteve shqiptare. Pra nga një shkurti deri në 19 maj nuk ka bashkëpunim aty. Është vetëm në hapësirën shqiptare, në autoritetet shqiptare. Ta ja pak argumentin tim. Tani, nuk flaret vetëm për zotin Karaj, flas në, domethënë se kjo është një çështje që nuk është diskutuar vetëm nga ne. Tani, pala në cilën ka kritika ndaj Spakut, ka ngritur hipotezat që, le të themi, grupi i Shkozetit, grupi Troplinëve apo këta të tjerët të cilët u arrestuan, janë aq të fuqishëm sa bëjnë listat e deputetëve, komandojnë Spakun, apo drejtojnë Edi Ramën,
kanë koordinator për gjitha grupet. Tani pyetja është, këta, kur janë kaq të fuqishëm, pse se mbyllën çështjen e vet? Këtu bie gjithë ajo alibia në cilën janë ngritur këto argumenta që Spaku ishte në kontroll nga troplinët dhe troplinët janë bëre një pyetje, ndoshta zoti Karaj e përgjigje. Po më la ja kthej përgjigje. Po. Unë nuk thash që troplinët... Jo, nuk thash për ju, nuk thash për... Ti pyete pse nuk e mbyllën? Pse nuk kur ishin kaq të pushtetshëm, the pse nuk patën mundësi që ta mbyllin? Po Kreshnik, vetëm më lë një gjë të vogël, se ndoshta jemi në të njëjtën linjë, po si jurist. Unë nuk po akuzoj dhe nuk po them që ata atje janë përdorur nga Edi Rama apo nga Sali Berisha. Fare. Ajo për cilën unë po flas është, ne, ti apo gjithkush, nuk do kishim as më të voglin dyshim apo amencim sot, në rast se ti je jurist dhe di fort mirë, çfarë do të thotë të ndjekësh me pikë për mi ekzekutimin e masave të sigurimit personal. Ti nuk mund të presësh kur të del vendimi i gjykatës në datën 30 prill, prit se po presin 20 ditun për të shkuar për t'i kapur këta. Sepse ti po ti ishe në krye të prokurorisë shqiptare, unë jam 100% i sigurt që ata prokurorët i do i kishe kërkuar ditën tjetër. Dhe të them një gjë tjetër që ajo është bërë kakofoni këtu. Ja kanë hedhur fajin dhe ka thënë, po varet se kur ka dalë vendimi që i ka çuar Spaku policisë për ekzekutim. Vendimi që i ka çuar Spaku policisë së shtetit për ekzekutim, dhe këtu nuk dua të mbroj policinë e shtetit, ka dalë në datën 18 maj. Dhe në datën 19 maj është bëra ekzekutimi, po them unë se aty s'u ka pas gjë, për ta ditur gjithë shqiptarë. Lej po pozitetin që na bën ata aty, se ata që duheshin kapur nuk kanë kapur, realisht, dhe nga 52 veta, 40 kanë qenë në Itali dhe vetëm pjesa tjetër ka qenë në Shqipëri, dhe ata nuk u kapën, nuk u kapë as një gram drog, as një kokorleku, as edhe një gjë, dhe kur shkojnë gjykata e çështje për mendimin tim është e rënduar e mbaruar, pyetja që unë ngre, mbarova. Pyetja që unë ngre, ore ta bëj debati me të lutem. Jo, më janë 5 milionë euro të kapura. Ore, aty më në flagrancë po flas. Të sekuestruara. Të sekuestruara në flagrancë, Arbër, sepse nuk paske një uri të mjaftueshme. I kanë kapur, more. O Arbër. Gjatë arrestimit. Ore, po pse bën grinjarin kot, po të them një tjetër. Aty kur dolën në konferencë për shtyp, këta nuk kanë treguar as një gram drog dhe as një kartë monedh që janë kapur në flagrancë këtij grupi. Pik. Dhe mos vazhdo më debat. Se e njoh shumë një si çështje. Tani pjesa që duhet ta ngre. Ja pa ti se një si çështje fare. Ne që ka grinjar, tani po i bëjmë profesional. Po të lutem më profesionist. S'ke lexuar pra, sepse droga zotri bëj qarkullimi nga Ekuadori në Europë. Nuk ishte që vinte në Shqipëri dhe ikte jashtë. Ore, po më jep mend për tani ti s'e ke lexuar fare. Po jo, më. Është era dytë që deli pa lexuar. O zotri, edhe një herë do lexosh apo do flasësh? E ngatron dosjet. Kur të mbarosh më thuaj? A e ke lexuar apo jo? Kur të mbarosh thuaj? Mbarove? Në Shqipëri vinin para zotri. Mbarove. Jo droga, bëj pagesa në Shqipëri dhe droga vende nga Ekuadori në Europë. Kishin përmbysur Hamburgun thuhet në dosje. Po të ndihmoj. Okej, mbarove. Mbarove. Dhe ata nuk ishin spaçator, nuk diskutohet për spaçator që i gjetet 3 qese me kokainë. Se kap drogë, thotë. Si do kapnin droga vende në Europë direkt, unë se kuptoj. Shkohet në gjykat, shkohet me prova. A nuk i ka ardhur dosja nga antimafia? Po duro më po si jeni bërë tani më. Ore na ditë në konferencë për shtyp, Spaku kanë nxjerr përgjimet e SKECS-s, që këta e lidhin me problemet e drogës, komunikimet që kishin pasur me njëri tjetrin dhe dëshmitarën në lidhje me këtë pronë. Jo me flagrancë, po të them. Dhe një gjyq i tillë, Kreshniku e di fort mirë, ku shkon në gjykat, është mbajtur në fije perit, i them unë. Sepse SKECS-ja apo telefonata përgjimit janë indicie, por një kanë provë. Po s'po merrem me këtë se duket sikur po bëjmë filozof tani këtu. Ajo që po duhesha nuk është tem tjetër, është tem tjetër do ajo që po duke folur për zgjedhje. Po lere ta mbyll pyetjen më të më, po se në ajo që po kërkoja të dija dhe nga Kreshniku. Si është e mundur që nga data 30 prill, ky Spaku jon priti 19 apo 20 ditë për një ekzekutim të një vendimi ku bëhet fjalë për masat sigurimi personal. Dhe mua më lindet drejta të dyshoj që ky grup pastaj ka ndërhyrë në zgjedhje, je ka marrë mandatin e Endri Shabanit. Jo më prit. E dyshoj unë. Prit pak. Pyetja, nëse mban këtë logjikën tënde, nuk duhet pyesësh ka ndërhyrë apo jo në zgjedhje. A ka ndërhyrë apo jo në SPAK? Se kjo është më e rëndësishme. Ore nuk po më fillim. Po e quaj SPAK-un, po e quaj SPAK-un të pa intimiduar. Sa e lexova. Nuk është saktë sepse në konferencën e gjatë që ka patur SPAK për media ka thënë kemi
dëshminë të penduarve të drejtësisë. Janë Nureddin Dumani. Kemi prova materiale, filmike, audio, pra ka një mal me prova për të grup. Nuk është prova, jo, zotri, po ti se kupton se nuk mos u fut në juridik. Një mal me prova ka thënë shkenca politike, mos u fut në çështje juridike. Nuk është kjo që thot. A ka shkuar në gjykat dosje? Pra, ka qenë është shumë e plot. Po sepse unë e dëshmoj jo thjesht. Ogen, një përgjim nuk është indicie, nuk është provë. Po shkohet në gjykat, është marrë antimafia dhe spaku se zgjidhin në të katër. Do t'ju jap leksion juridiku tani, nuk Okej, po më e kuptova unë këtë gjë. Kthehemi tek tema. Çfarë do të ndodhë Shabani me opozitën? Shmanget ky fatalitet që është krijuar sikur Rama i fiton, i dërmon të gjithë. Pajnë ka Saliu që nuk lë opozitën të ngrihet, po dhe këta të rinj të nuk dolën aq premtues sa çpritej, dhe çfarë pritet të ndodhë me opozitën? Shiko, ka dy trende. Trendi i rënës i partive të vjetra, Rama ka rënë me 34.000, Berisha ka rënë me 250.000 vota, dhe trendi i rritës i partive të reja. Pra nisma thurje ka qenë 10.000 vota në 2021, ato partitë e tjera që u themeluan atë kohë shkrin, u dorëzuan, ne vazhduam, morëm 5 këshilltar bashkiak në 2023, tani jemi në parlament, bashkë me lëvizjen në Shqipëria bëhet jemi 65.000 vota. Me këto rritje pas 30 vjetëve i bie që ta momë. Ndryshimi nga njëherë vonon, po kur vjen është i menjëhershëm. Unë besoj që ato 500.000 njerëz, 400.000 në Shqipëri dhe 60.000 në diasporë që kanë votuar për Berishën, nuk besoj që do i shkojnë nga mbrapa në 2029, kur ai të jetë 85 vjeç, edhe për faktin që do jenë 16 vjetë në opozit dhe nuk besojnë që është e qartë se çfarë i ofron Berisha në 2029. Por pasoj, unë mendoj që domosdoshmërisht këtu gjëra do ndryshojnë. Keni parasysh se u diskutua dhe këtu. Pa dyshim që problemi është me këtë qeveri, e cilën të gjithë që jemi në opozit duhet punojmë që zgjedhjet e ardhshme mos jenë 2029, jenë më shpejt. Por 250.000 njerëz që nuk kanë votuar më për Partinë Demokratike duhen dëgjuar. Pse s'kanë votuar më për Partinë Demokratike? 100.000 njerëz që kanë ditë në shtëpi, megjithëse në 2021 votuan, duhen dëgjuar çfarë arsye kanë. Çfarë i ka bërë ata që ta humbasin besimin ke vota. Dhe 140.000 njerëz që kanë votuar për forcat e reja, për te binomet Rama Berisha, duhen pyetur që pse e kanë bërë këtë. Dhe unë besoj që ata kanë votuar sepse ata kanë besuar që këtu gjërat duhet ndryshojnë dhe ka shpresë. Këta njerëz kërkojnë ndryshimin e klasës politike. Duhet të përfaqësohen më mirë. Do përfaqësohen më mirë në zgjedhjet e ardhshme lokale, dhe unë shpresoj që sa më shpejt kemi zgjedhje të përgjithshme, që ata të kenë më tepër peshë në parlament. Tani një herë 4 vjet e kemi zgjedhje, s'kemi çfarë bëjmë. Të kthehemi tek juve, tek subjekti juaj. Vetëm një mandat. Kush e merr? Tani ne jemi angazhuar me dy element bazë. E para ka qenë lista e mbyllur ka qenë fiktive, që thotë të gjithë ata që kanë qenë listë mbyllur në datë 11 maj, ora 7, partitë respektive kanë depozituar dorëheqjet e tyre. Tani presim KQZ-ja të njohë. Dhe elementi i dytë ka qenë, ne kemi garuar gjithë listë hapur, renditemi në bazë të votave preferenciale. Në qarkun e Tiranës, ku kemi një mandat, i pari është renditur Adriatik Lapaj, i dyti jam unë, i treti Pano Sokë e kështu me radhë. Ndërkohë, sot po në televizionin tonë, zoti Lapaj deklaroi që do ta marrë vendimin kryesi e partisë së tij që çfarë do bëhet me këtë mandatin. Ju keni komunikuar me të donë, keni diskutuar kush do ta marrë këtë mandat? Do të thënë kemi diskutuar, kjo është një çështje që nuk e kemi diskutuar, për arsye sepse e para është një angazhim personal i tij, pra ai referohet një deklarate që ka bërë disa herë publikisht. Kështu që është një angazhim i tij. E dyta, sepse për momentin jemi ende të fokusuar te proceset e numërimit, ke certifikimi i rezultatit, tek njohja e dorëheqjeve që janë bërë për listën e mbyllur, pra nuk ka ardhur akoma rradha tek lista. A do ta mbaj fjalën më Endri se ka thënë që do t'ia jap mandatin Indri Shabanit? Jo, s'ka thënë ashtu. Ka thënë që kështu e them unë. Kështu e dua ta lexoj unë. A do ta mbaj fjalën Indri? Është një pyetje që nuk më takon mua. Po mirë, tani unë ty do të ngacmoj se kam atë këtu. Dakor, por parimi ka qenë ky dhe zoti Lapaj është votuar më shumë se të tjerët. Po
nga ajo deklarat kaq sfiduese që unë nuk hyj për një mandat dhe në qoftë se marr vetëm një mandat, unë atë e dorëzoj me njëherë. Tek deklarata e sotme, që thot doon që shiko, unë e thash atë në tjetër e than, por tani kemi 64.000 vota dhe 64.000 vota janë 9 mandate. Po, do të thënë votuesët ne na kanë dhënë vota për të çuar 9 mandate në parlament. Kjo është e vërteta. Pra, nëse do t'i kishim mbledhur gjithë në Vlorë, do kishim 9 mandate. Dhe për hir të vërtetës, çfarë ka ndodhur është që Partia Socialiste ka pas në dorë dhe sistemin zgjedhor dhe ndarjen rajonale. Pra e ka vendos fshatrat e qytetit si ka dash qefi në mënyrë që ta maksimizojë rezultatin. Tani të kthehemi tek pretendimi i sotëm i Po atë do t'ja pyes zotit Lapaj, se unë nuk jam zëdhënësi i zotit Lapaj. Ne kemi këto parime që unë përmenda pak më sipër dhe padyshim që brenda koalicionit do e diskutojmë, por renditja është kjo. Pra zoti Lapaj është renditur i pari, unë në qoftë se ai nuk i qëndron asaj deklarate, cila është e ardhmja e bashkëpunimit mes jush dhe zotit Lapaj? Nuk është ky kushti. Padyshim kushti është që ne të vazhdojmë një bashkëpunim që jemi me dyert hapura për gjithë rinjtë e tjerë, për intelektual, për gazetar, sepse siç e thash edhe në fillim, jemi pak, ne duhet zgjerohemi. Pra, betejë që kemi përpara është e vështirë. Është e vështirë të kesh përballë një qeveri që mbas 12 vjetësh ka shku 83-86 mandate. Thelbi është çfarë shpresë ka Shqipëria këtu, sepse shumë njerëz para kemi zgjedhjet bashkiake pas 2 vjetëve. Ato janë të radhës. Ose mund t'i kemi më herët sepse jemi pa kryetar bashkie në Tiranë. Po. Jemi pa kryetar bashkie në Tepelen, në Mat. Po në disa bashki. Tani çfarë do ndodhë sepse aty është një votim majoritar. Juve do futeni prapë sërish me kandidatët tuaj apo do dilni me idenë që Rama një kandidat dhe gjithë opozita me një kandidat tjetër, apo juve do jeni sërish Shiko, një arkipelag ish. Zgjedhjet majoritar kanë këtë veçanti, që fiton ai që ka një vot më shumë. Për këtë arsye në vitin 2023 ne zgjodhëm, kishim mundësi të zgjidhnim midis zgjedhjeve për kryetar, që është sistem majoritar. Dhe ju morët pjesë vetëm në këshilla. Dhe vendimi do votohet për atë që do zëvendësoj Erion Velin. Që thot në 2027 mund ta bëjmë këtë vendim. Tani vendimi është a futemi as futemi në zgjedhje, se kështu i bie, se nuk ka zgjedhje për këshillat tani. Kështu që do është një vendim që do ta marrim bashkërisht. Po ndërkohë, si e shikoni, a e mendoni që dështoj kjo idea që ne jemi të rinj, ne duam të provojmë veten, do vazhdoni sërish me këtë ide apo do bashkëpunoni supozojmë me partitë e tjera? Me zotin Berisha, me zotin Basha. Shiko, ne e krijuam një koalicion. Mirë apo keq, ne krijuam një koalicion, ne, Shqipëria bëhet, është një grup që erdhi nga diaspora, Lëvizja për Drejtat e Punëtorëve, pra ne nuk ishim nga ata që tham ta provojmë një herë vetëm, shohim çfarë bëhet. Me zotin Berisha ne ndajmë qëllimet. Pra zoti Berisha i ka hyrë edhe këto zgjedhje për qëllime krejt të ndryshme nga tona. Hyri për të shkrirë spakun, hyri për të fuqizuar flamur nokën, hyri për të vrarë demokracinë, hyri për duke votuar amnistin penale, jemi kryekëpyt misione të ndryshme. Unë dhe Berisha nuk kemi asnjë gjë të ngjashme. Përveç fakti që jemi gjithë në opozitë përballë Ramës, me një ndryshim që ai në opozitë merr leje ndërtimi, pasurohet, fuqizohet, konsolidohet, ne çojmë spak, bëjmë armiq njerëz të pushtetshëm, paguajmë presionin e pushtetit e tjerë. Kjo është diferenca. Po nuk ndajmë të njëjtat qëllime me Berishën. Si e shikon të fatin e opozitës? Opozita ka shumë pak opsione dhe një ndër to është që të jetë e vërtet si fillim. Do të thënë, është e vërtet që ka nisur një debat i edhshëm edhe ngjan sikur i ka vjedh ajo zgjedhjet nga debati që bëhet. Po e marr të gjithën, kur për shembull ti bëre pyetje, do mbaj fjalën Lapaj apo jo, kur çështja është tjetër kund. Teorikisht, ti je gazetar, bën pyetje që do po them që meqense fokusi është tani te opozita, edhe e mira ishte që këto çështje të zgjidheshin fillim, është që duke qenë të vërtet të vëmë gishtin te plagët dhe mund të gjejmë një rrugë të përbashkët të gjithë sa janë, sepse është eksperiment që na është provuar që me Skënderbeun, që kur bëhen bashkë, është më e vështirë të thyesh.
Dhe ky është momenti për nisur një reflektim. Pra ju jeni tërhequr nga i qëndrimi që ne nuk bashkëpunojmë me ata që janë non grata, ne nuk bashkëpunojmë me ata... Jo, deri para pak kohë thoshin me atë donë... Thashtu që do bashkëpunojmë me zotin Berisha. Thashtu, jo. Se gjithë opozita the duhet të vëgjishin plak, bëhet bashkë. Ato janë kushte që nuk është se ka ndryshuar. Ato janë kushte... Do në dampën e Kulakut nuk ja hiq një Berishës. Ajo është çështje e tij, ai duhet ta zgjidh vetë atë pjesë. Nuk problemi pse ne jemi ndarë, se ne mund të ishim në kushte shumë të tjera tani këtu, të flisnim për gjëra që do të bënte qeveria e ardhshme e një opozite fitimtare, po merrem me këto gjëra sepse ju bivendos interesit të gjithëve, fati një personi. Por unë ua kam thënë, kam harxuar kohën time dhe kam debatuar me shumë miqtë e mi, shumë gjatë, që kjo ishte rrugë e gabuar, nuk e pranuan dhe ja ku jemi. Mua nuk më interesojnë që na dha kohë të drejtë sepse humbën shqiptarën në fund. Duhet gëzojnë prapë këtë qeveri. Ato kushte janë, për ne të paktën, se ne atë besim kemi, se erdhen ata të bindja jonë, babo. Erdhen ata, sepse ata tani paguajnë lek për që t'i shoj Amerika në sikur se na thoshin ne s'na duhet Amerika për ta në pushtet. Ndërkohë që e kishim aty, edhe falas, mbështetjen. Sepse ishte një momentum që duhet shfrytzuar. Mua më vjen mirë që partitë që kanë lindur ishtazi shfrytzuan këtë moment, sepse nga kjo luftë e përgjithshme që u zhvillua pati dhe zëra të reja që dolën në Mejdan, dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Kush ka nostalgji për numrin e pakët të partive, ka nostalgji për partin shtet që ishte atere. Dhe për të shmangur të gjë se është duke u bërë ky parti shtet, duhet që të ketë një konvergim për disa parime që duhet respektuar pastaj, sepse në qoftë se zoti Berisha thashë do sjell demokracinë, dhe pastaj nuk respekton ato që ka shkruar vetë, me të cilat na luftojnë ne, përse se ishim të qine, ndërkohë që te kjo parti që ka krijuar tani, nuk piptin njëri, në 2021 thonë që shkoj Basha në zgjedhje, shkoj në zgjedhje sepse kishte njerëz që donin zgjedhje, edhe ishte shenjë demokracisë brendshme. Ca thonin janë vjedhur zgjedhje, ca thoshin që duhet një proces, ju dha të drejtë atyre të procesit, por Basha duke mos hyrë as vetë parlament, një njeri që e kishte projektuar veten, ai bashkë me Berishën, si kryeministri i ardhshëm, si pasardhës i Berishës, do në mos hyrë as parlament është kam përshtypjen që mendoni se nuk ka marrë fund do në karrierën e tij politike? Jo, ajo është zgjedhje e tij, nuk është zgjedhje ke kontaktuar me të pas, si e komenton ai? Kemi bërë një takim me strukturat, kemi ngritur një grup pune për analizën dhe për hapat që do të ndërmeren dhe do të ketë një strategji para se të dalim me të bërtasim në erë. Do të reflektoja i këtë rezultat do në, sepse normalisht do në kryetarët japin doreqje kur nuk fiton parti e tyre. Po kur nuk hynë as vetë parlament? Ne kemi qenë të vërtet në këto zgjedhje, kemi thënë vetëm të vërteta, dhe në qoftë se për te gjitha problematikave që kanë zgjedhjet në raport me subjekte që futen rishtazi, ne kemi thënë të vërtetën tonë, për te pamundësive, luftës, hapësirave, mungesës së infrastrukturës dhe fondeve, aq na dhanë, aq merituan ndoshta, dhe duhet të reflektojmë për këtë, por kjo është pastaj një proces i brendshëm. Se kemi kaluar me 2-3 minuta kohën, ju falenderoj ju të katërve, falenderoj dhe zotin Spajiu që kishim lidhje direkte. Ky ishte emisioni për sot, të nderuar shikues, rishimi tonë në tjetër. Natën e mirë të gjithëve.